Të nderuar të rishikues, mirëmbrëma. Sa vjen dhe politika jonë po bëhet me ndërlikuar. Bile çdo fund viti ndodh kështu, ndërlikohet edhe më shumë. Në fund të vitit, ditët e fundit të vitit, sidomos, bëhet me ndërlikuar, me ashpër, me fortë, dhe duket sikur popullata jonë po shfëton më në fund me këtë pres politike kaq të fortë sa kemi. Por, duke kryer gjitha këto veprime, kjo klasë politike që kemi ne bëhet edhe më e pakuptueshme për popullatën. Partia Demokratike, për shembull, zien e gjitha se do të bëj protest pak para Krishtlindjeve. Para se Krishti do të lindte, 3 ditë para, datën 22, Partia Demokratike do të bëj revolt masive. Si quhet ajo, jo revolt Abilega, ja? Quhet protest masive. Ndërkohë Edi Rama këto ditë nuk ikën jashtë, me thënë drejtën, se ai ishte edhe si lider ndërkombëtar tani, që punon me botën e të gjitha, jep në një mësime të gjitha këto perëndimit, pjesës tjetër. Por këto ditë ai nuk ikën dhe shtron dreka dhe darka, organizon dreka dhe darka të shumta për festat. Me gazetarët nuk i organizon. Ka disa vjet që i ka ndërprerë dhe nuk e ka këtë më. Me të gjithë të tjerët pastaj organizon gjëra të rëndësishme shumë. Isha unë një pritje, po ishe shumë ftohtë. U ndan 24 ose 28 çmime për Skënderbeu, që ka qenë në kohën e Zogut, ky çmim, dhe u dha dhe këtu. Edi Rama dha vetëm 2 për njerëz që kishin vdekur. Për të gjallët i dha Zoti Bajram. Të gjitha i ndau Abilega, se ke në vëmendje ti këtë lajm që ndodhi, këtë ngjarje që ndodhi, i ndau për të gjallët, i ndau të gjithë presidenti i Bajram Bega, sa për 2 të vdekur e fillimit, i ndau çmimin e Skënderbeu, i ndau Zoti Edi Rama. Por ai ndan tani të gjitha, edhe çmimet. Ai ndan, këtë vogël i ndan Bajramin shkep. Është rikthyer nga koha e Zogut. I lën Bajramin në një gjë. Do me thënë tani të nderuar të shikues se cili është në punë vet. Bën çfarë do qefi dhe si. Por ndërkohë kemi dhe Ervin Salianin që është rebeluar fort. Por këtë rebelim të tij nuk e kupton fare PD-ja. Ose kur e kupton thotë, pse sikën jashtë partisë. Shikoj punën e tij. Edhe na lë rehat, se ne këtë punë kemi. Siç kemi nisur, do vazhdojmë të gjitha dhe ky shkërkon vallë. Nuk e kuptojnë një pjesëmi dhe revoltohen. Edhe pse kanë patur mishira gjëra të gjitha, revoltohen se të gjitha aty janë zbutur, bëjnë për shembull Gjekmarka, i thoshte që doktori vjen një 100 vjet. A në 1000 vjet, nuk e di, se thosh. Ja, me thënë të drejtën, kam bajtë qëndrim dinjitos. Dinjitos, Nuk është... Dinjitos është dhe ky, më. Doktori nuk vjen as për... Jo, me jo kam bajtë... Si doktori nuk vjen njeri as për 20.000 vjet këtu. Po, tani, në pjesën e parë të këtij emisioni, do flasim pikërisht për këto problematika, për Partinë Demokratike dhe hallet të shumta të saj, cilat Saliani interpreton ndryshe nga, si themi, nga Partia Demokratike. Pjesën e dytë pastaj do kemi disa ngjarje të tjera. Kushtetuesja mori një vendim për Ballugun, më pas do të kemi pas 3-4 ditësh është drejtori i ri i Spakut, kryetari i ri i Spakut, ikën Dumani, do shkojmë një bilans të tij të Dumanit, por dhe të riun që vjen, dhe pastaj kemi edhe ngjarje të tjera ku ndryn Spaku her pas here dhe bën arrestime të shumta për grupe që tani, me që nuk janë arrestuar dendur, janë mbledhur. Ka dhe grumbullime të grupeve të shumta që janë organizatat nda kriminale. Do flasim dhe për këtë. Për pjesën e parë, unë kam Ervin Saliani, antari i kryesisë Partisë Demokratike, Bistima Metaj, antari i kryesisë Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Do të ndihmojnë në bisedë Indrit Vokshi dhe Enton Abilekaj. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Tani, të ndjekim, ka ndodhur foltore sot, foltoria më duket numër 5, se nuk jam, për numrin nuk jam shumë kështu. Foltoria 5 ndoshta, sinkron, kemi përgatitur sinkron për foltoren 5 dhe hymë me njënë bisedë. O po mirë topi, të vrapë zoti! Një hajdut, një kriminal, me shpejtësi duhet lërgu! Ja fjallën doktor profesor Sali Berishas dhe zoti e rujt! Dhe një kryetar partije ka, nuk ka ishin kryetar, i bej thirrje pa mirë topit, o pa mirë topi, të vrapë zoti, edhe lullë bravës e tjerë,
drejt zotit doktor Sali Berisha! Të nderuar deputet të opozitës, drejtues të Partisë Demokratike, të nderuar protestues të Partisë Shqipëria Bëhet, Partia Demokratike nis betejën e saj përfundimtare për fitoren e opozicës, për fitoren e shqiptarëve. Data 22 është data e protestës përgjithshme kombëtare. Data në të cilën rrugët e Tiranës do ushtojnë largohu hajdut se koha jote ka marrë fund. Partia Demokratike do bëj gjithçka për frontin më të gjerë të mundshëm në këtë betejë. Ju garantoj se Partia Demokratike do të përdorë të gjitha format e qëndresës, të gjitha format e rezistencës gjerë në largimin e tij. Por miq, në qoftë se më pyesni, cila është më e mira, më e kryesorja, zënja për 3 javë këtij sheshi. Kjo është. Këtu duhet arrijmë ne, këtu duhet betohemi ne. I them frigacakut që merr zvarr Adriatik Llapal protestues paqësor, civil, s'ke parë gjë akoma. Absolutisht s'ke parë gjë akoma. Pra, të nderuar të shikues, këto ishin disa momente nga foltorja e PD-s sot. Dolën disa njerëz të rinj, ata ishin që mblidhen gjithmonë, por ishin disa njerëz të rinj. Midis tyre u ndallova Dulejman Karajin. Anton Dulejmani ka qenë gazetar i Lindjes Demokratike që në fillim e fare, më kujtohet mua. Sindikalist i përhershëm e të gjitha, doli sot. Dulja dhe bëri thirrje fort, se ta erdha këtu ta dhe pash njerëz vetëm nëpër kafene. Lirojni kafenet ta dhe ajdeni këtu urgjent. Por ka humbur shpresë ata, Dulja. Dhe ndaj tha, janë futur të gjithë në kafene, për shkak të humbjes shpresës. Edhe bashkë 2-3 tjerë që nuk i njoha, që bën thirrje popullit e tjera, si që dëgjuat dhe thirrjen për Bamir Topin, nuk kishte kontekst, po u bë. Kishte rim. Ndërkohë tani doktori ka njoftuar, përpara se të kalojmë te problematika me zotin Saliani, protestë kombëtare 22 dhjetor. Ju të dy tani jeni antar kryesie, se deri këtu mbrini ju. Kryesia është që nuk është problem njeriu është problem kështu moralisht, por nuk është problem materialisht. S'ka mbështet? S'ka, quhet i pushtet, po pushteti mirë quhet dhe ky. Ky pushtet politik, opozit nuk ka asnjë lloj pushteti tjetër përveç pushtet politike. Po ka deputet që merr pagat mira gjithatë, nuk është paga. Ajo është problem tjetër. Është qartë. Atëherë keni kuptuar gjë ç'është ky aksioneri tani që ka nisur PD dhe çfarë synon ai. Besim se unë të kam për të parë në studio ty dhe më vjen mirë dhe po të pyes ty të parin. Shiko, protesta është gjë më normale që mund të krijojë një opozit. Edhe mos dosh. Një grup njerëzish dhe kushdo tjetër. Unë dua të kthehem pak në memorje, ju e mbani mend një procesion që ka organizuar iniciativa ime me disa bashkëpunëtorë të Azem Hajdarit në atë kohë në 98-ën pas vrasjes tina dhe kanë qenë 8 procesione. I emërtuar procesione sepse ishin marshime nga vendi ku vra Azemi tek Ministria e Brendshme që demonstranin para saj për të treguar që ky është institucioni që ka vrarë. Shkonim tek kryeministria dhe bëndim të njëjtën gjë në heshtje. Shkonim tek presidenca dhe thonim bënim të njëjtën gjë, ktheheshim tek memoriali ose tek vendi ku ishte vrarë Azem Hajdari, lëshonim një deklaratë me 5 rreshta. Çfarë bëri ky marshim i vogël me 7 veta, ditë bëheshim 10, kur lajmëronin që do ketë snajpera për të vrarë, sepse ti e din bandën që ka vrarë Azem Hajdari, do të bandë e veshur me shtet, por shumë e rrezikshme. Jo e rrezikshme, po të merr si të rrezikshme. Ai procesion solli protestat e studentëve që u ngujuan në grevurie dhe çoi në fund vitit në takimin Berisha Majko. E dha rezultat. Domethënë, protesta edhe me një njeri, edhe me 5 veta, edhe me 50, edhe me 500 është në botë gjenë rëndom këtë. Mjeti më i mirë për realizimin e atyre objektivave. Kjo që është thirrë me datën 22, shumë mirë. Unë në mbledhjen e paraardhëse të kryesisë kam thënë se jam për foltore, thjesht nga emri. Domethënë, emri është konsumuar. Dha produkt shumë të madh, u konsumua, i ra vlera dhe jam për protestë. Për çfarë lloj proteste? Çfarë do lloj proteste? Foltoria, domethënë, që në aspektin që duhet më shku më dëgju fjalë, nuk jep rezultat më. Domethënë,
ai zotëria që foli aty që vinte në protesta me kalë është një simbol i jashtëzakonshëm. Por gjithsesi krejtësisht e panevojshme fjala e tij dhe e të tjerëve që folën para tij që janë njerëz nderuar ose krejtësisht e panevojshme për fjalë, sepse me fjalë jemi mbushur deri këtu. S'ka më nevojë për fjalë, ka nevojë për veprime. Dhe veprimet janë protestë, janë pak, bëhen nesër shumë, janë protesta paqësore, nesër bëhen rebelohen dhe bëhen demonstrimet edhe të forcës, edhe të gjithçka tjetër domethënë. Momente për të bërë protesta ka 1001 arsye. Dhe nuk e di se cili shqiptar sot s'ka arsye me dalë në protestë. Tashi, për të kthyr pak tek Partia Demokratike, dua të them që ajo momentalisht është duke vuajtur nga menaxhimi i varfër. Dhe menaxhimi i varfër është një koncept menaxherial që do të thotë domani mungon vizioni, ka vendimarrje të organizuar, ka një leadership të shpërndarë i cili mendon më shumë për punët e veta se për misionin dhe për qëllimin që ka. Këto janë disa shfaqje të cilat janë vënë re që E kam pyetje pas kësaj. Okej. Këtë moment është shumë i rëndësishëm rrudhjen e opozitës, veçanërisht Partisë Ka një Demokratike. organizim të organizuar. Po. Salian, ke gjë për të thënë për këtë momentin e demonstratës, si do të jetë protestës, si do të jetë në datën 22 dhjetor? Diskutim është domosdoshme, kam kërkuar në shtator dhe kam edhe në bisedat që kam bërë për këtë formë në organizimit tanishëm me muzikë dhe me të folur, kam qenë jo dakord. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet të organizonte protesta revolt që ditën e parë të skandalit të zëvendës kryeministres. Nga ana tjetër, besoj që ka pafundësisht arsye për të protestuar dhe për të dalë në shesh qytetarët në çdo moment. I takon Partisë Demokratike të frymëzojë dhe të bëjë të pamundurën për t'i nxjerrë në shesh. Mos harrojmë që vetëm një javë përpara, mos gabojmë, në Bullgari për shkak të protestave masive, për shkak të paralizimit të jetës politike, për shkak të derdhjes në shesh të qytetarëve, kryeministri u largua. E njëjta gjë në Serbi nuk është se u largu presidenti, por detyroi të largonte qeverinë. Për një vit me radhë e keni parë që kanë bllokuar pothuajse çdo qytet në Serbi. Të njëjtën gjë duhet bënte edhe opozita dhe kam kërkuar që në shtator që duhet kemi protestë. Më vjen mirë që Partia Demokratike tani të gjithë po themi bashkë, jam dakord që data 22 duhet të jetë një protestë kombëtare për të reaguar për korruptimin moral, politik dhe ekonomik të qeverisë Rama, për largimin e 40% të popullsisë nga Shqipëria, për korrupsion, për taksa, për 1001 arsye që besoj kemi thënë në çdo moment. Jemi shumë okej, konkluzioni të dy e ju jeni anëtar të kryesisë Partisë Demokratike, është shumë i qartë dhe i saktë. Në fundit, kjo është detyrë kryesore e opozitës, protesta. Dhe mirë betë, unë e nisa pikërisht shumë për ta marrë këtë përgjigje. Por, kemi një port madh, brava. Partia Demokratike po rrudhet çdo ditë dhe më shumë, jo vetëm në zgjedhje, që e kemi parë në koda dramatike, por dhe në përsheshe. Ndrit, si e mendon, kush përgjigjet, kush e ka fajin për? Ka humbur projekcioni se Partia Demokratike do të jetë parti qeverisë. Ne nuk jemi thjesht një vend romantik ku i shohin me romancë zhvillimet politike, por ka dhe një projekcion pushteti. Pra thonë shkurt, shqiptarët thonë këta nuk vinë në qeveri, dhe ne nuk kemi pse shkojmë pas tyre. Pra nuk ka i moment politik për partinë në fjalë. Pse? Ta trajtojmë me këtë logjikën e ekipit futbollit. Është një lloj sikur një skuadër futbolli humb ndeshjen dhe në vend që të ndrojë ekipin proteston të fusha. Mendojnë, luan Real Madridi me Bayernin, njëra nga këto humb ndeshjen dhe proteston të fusha në vend që të ndrojë trajnerin dhe ekipin. Dhe unë e shoh si një qerthull, hipokrizie të njerëzve që ta mbajmë ne me protesta për thënë se jemi gjallë, mirë po kushtet e konkurimit politik janë tjera dhe pamundësia për të krijuar një ekip për të kandiduar në zgjedhje, sjell këtë paksimin e njerëzve. Sepse njerëzit, edhe vetë demokratët, nuk e kanë pasur ndoshta as dëshirën, pas kapacitetin, për të shkuar aty në borrin e Selis dhe për t'i thënë Sali Berishës dhe kryesisë të tij apo grupit të tij parlamentar largohu.
ose ndrysho ekipin politik. Çfarë kanë bërë? Kanë bojkotuar, kanë thënë që ne nuk merremi më me këta. Edhe kjo është arsyeja e rrudhjes. Një arsye tjetër e rrudhjes dhe e bastisjes ose vetë bastisjes së Partisë Demokratike është gjua agresive dhe përçarse e vetë kryetarit dhe të tjerëve që e ndjekin. Shikon në çdo emision televiziv, në çdo koment Facebook, Instagram, TikTok, për çdo mendim i cili nuk përputhet me adetet e fesë demokratike të zotit Berisha, e shajnë dhe i thonë je tradhtar, je shitur të Edi Rama, je shitur, je i bler, ty të paguajnë. Rastin konkret e kemi në studio, zoti Saliani. Një ditë ishte heroi i burgosur politik i Partisë Demokratike, sepse është ka 30 vjet që thotë jemi partia e burgosurve, dhe sigurisht një burgosur do jetë heroi i partisë, sa po shpalli një lëvizje brenda Partisë Demokratike, thjesht për t'i folur antarësi si kujtua në të Shkopin e 8 janarit, dhe duke harruar si ishin 200 Shkopi të tjerë. Pra, ata që i kujtojnë Shkopin Ervin Salianit, janë një 200 vetë të cilët ishin dhe ata vetë me Shkopi. Pra, dhunën e vetë nuk e llogarisin vetëm dhunën e tjetrit. Edhe i nxorrën pastaj çdo gjë. Pse? Nuk tha as Edi Rama është i mirë, nuk i doli as do i video duke marrë lek nga Edi Rama, por është mentaliteti një partie politike që sa po ti të guxosh, të thuar që nuk jemi mirë, këta futën Rama, Sorosi, tradhtari, të ka blerë, të ka shitur, të ka infiltruar. Dhe ky mentaliteti deri diku ka neveritur njerëzve dhe djathëve shqiptar që të merren me këtë kontingjentin e ultrasve apo Hamasit të Partisë Demokratike, sepse djathën shqiptare sot fatkeqësisht e ka kapur dhe dominon Hamasi. Pra, kontingjenti më radikal, më fanatik dhe më i dhunshëm verbalisht kundër njerëzve. Pse duhet njerëzit nga shoqëria shqiptare t'i afrojnë një partie politike ku ditën e parë që do t'japi një mendim që nuk përputhet me fetvan e liderit suprem të partisë, ata do t'a marrin dhe do t'a shkyen, do t'i thonë tradhtari, shitur, i bler. Mund të ketë diçka drejt, zotëria në fjalë dhe zotëri të tjerë dhe zonja të tjera. Pse duhet që problemin ose tentativën për të folur ti ta trajtosh si armiqësi? Kjo është pastaj bolshevike, është komuniste dhe në momentin që nuk ndryshon këtë, jo kaq sa janë. Po do bëhet realitet ai fjalimi i zotit Berisha në 2018 që tha edhe sikur një të mbetet, ai do jem vetëm unë. Edhe do mbetet vetëm atje, si Adriatik Lapaj me karrike, do vendosë dhe kjo një karrike të vetën dhe do rri vetëm. Në qoftë se ti ke mentalitet fanatik, mentalitet Hamasit, mentalitet komunist, për secilin që thot një fjalë që nuk e ke mirë këtu, ti del dhe e shan. Pse duhet njerëzit, çfarë detyrimi kanë njerëzit për t'u afruar tek ajo parti politike? Dhe nëse nuk ndryshojnë këtë, do të shkojnë tek fjalimi 2018-s që e ka kopjuar nga Hygoi, që edhe sikur një të mbeten, ai do jem unë. Anton? Shikon, ne po e shajmë shumë PD-n. Dhe PD-ja vërtet ka disa probleme tani që për mendimin tim janë shumë normale. Sepse të humbasësh zgjedhjet 3 herë në kushtet që jemi sot, kur që nuk bën zgjedhje, pavarësisht se nuk bën zgjedhje, në tel që është elektorati stabil i Partisë Demokratike, se kjo është një marrëdhënie mes Partisë Demokratike dhe atij që është elektorati fiks, stabil. Nuk është marrëdhënie mes Partisë Demokratike dhe votuesve në përgjithësi. Por mes atyre që rinë mes qendrestarëve, krijohet një raport mosbesimi. Është vërtet që një pjesë e qendrestarëve të PD-s sot mendojnë që janë lënë pas dore, që s'do vinë kurrë në pushtet, që diçka nuk shkon në krye të partisë dhe duhet lëviz që të vinë pavarësisht se çfarë bën Rama etj. Por kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike është marrë peng nga një grup njerëzish dhe ata po e përdorin për... Kjo nuk do të thotë këtë. Dhe as rasti avokatit popullit nuk do të thotë këtë. Jo, se do zbresim aty. As lëvizja e Salianit, jo, ta them... Qartë, e thua në mënyrë përgjithshme tani. Po. As lëvizja e Salianit, ajo lëvizja e Salianit, po themi takimet, se lëvizja u quhet si është një grup takimesh, nuk do të thonë këtë. Por çfarë thotë grup takimet e Salianit? Tregojnë problemin që ka Partia Demokratike vërtet sot. Që ata njerëz që atje vuajnë dhe gjenden të vetëm përballë një pushteti, që nuk kanë asnjë të mirë, që pushohen nga puna, që tregojnë me gisht, që keq trajtohen si kulak, duan të gjejnë tek mbështetje tek ata që janë në drejtim.
duhet gjejnë veten e tyre tek ata që janë drejtim. Mos të gjejnë një grup njerëzish që kanë rrogën e deputetit, makinat, ato honoraret, që jetojnë mirë dhe nuk shkojnë të takojnë kur dhe nuk duhet janë di për ta. Një grup privilegjuarisht opozitar, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me elektoratin e vet. Shiko, Nësa Sarjani ku shkon atje, si njëri që ka sakrifikuar, që ka bërë një vit burr për partinë, që s'ka asnjë ofiq, e keni parë si e presin njerëzit? Sepse e shohin si veten. Nuk e shohin atë të privilegjuarin që nuk do t'ja di. E shohin që ka bërë, Sarjani ka disa rezultate në betejë, e shohin si njëri që ka rezultate në betejat elektorale. Nuk e shohin si ata shumicën aty që nuk ka rezultate të mira dhe nuk e cilin kur mbështet. Pra këto do Partia Demokratike, do besim që këta njerëz punojnë, vërtet e kuptojnë elektoratin dhe vërtet këta mund të arrijnë rezultate dhe din të organizojnë. Në qoftë se si ke këto dy kushte, nuk ke për të ardhur kur mbështet. Jemi okej. Dhe besoj që kjo është kriza sot Jemi për të. okej, po nëse ne kemi, themi që unë pyetjen e bërë me qëllim, por rrudhet Partia Demokratike, opozita në përgjithësi, po opozita Partia Demokratike është, ka një përgjigje, do me thënë ju thatë, ose edhe Saljani, për cilin e përmend disa herë, po dhe përfaqësues të tjerë mendojnë që Gërvishtin i vën një plagës, një leck lartë, një fasho lartë, dhe mendojnë që plaga mbyllet në këtë mënyrë. A ti bëjmë më të hapura pyetjen? Zoti Sali Berisha është një aset elektoral për partinë. Ne jemi këtu njerëz të ndryshëm. Ti themi fare shkurt ç'mendon njëri dhe tjetri. Është një aset elektoral për Partinë Demokratike apo është një barë e madhe për Partinë Demokratike? Të flasim hapur fare, kupton? Se nëse do bëjmë atë skemën që kemi bërë deri tani, që fajet i ka Flamuri, fajet i ka Saljani, fajet i ka tjetri, hajde të themi çfarë duhesh. Por fillon këtu, peshku qelbet nga koka, nëse ka shenja. Nëse ka ndodhur, ndodh pikërisht kështu. Kush e fillon? Për mua, Berisha, po të luaj rolin e një koordinatori, mund të jetë një aset i rëndësishëm elektoral, momentalisht ndoshta më i përshtatshme, për shkak të asaj që pas Berishës janë 20, s'po them hiena, as ujqër, as po i quajmë as lloj emri tjetër, njerëz që e mendojnë që atë punë mund ta bëjnë në mënyrë shumë vitale, shumë të saktë deri këtu, po këta i ka sjellë Saliu. Absolutisht po, por nuk domosdoshmë s'ka asnjë lloj egoje tjetër, përveç se me ka ata i duhen. Kreun e parë të PD-s. Ky vuan, Berisha vuan ka vujt gjithmonë nga menaxhimi i burimeve njerëzore. Ka pas një nga tmetat e tij themelore është sjellja me njerëzit që punojnë në atë administratë. Po i the, po, domethënë i merr gjitha ato që duhet. Po i the që kjo punë mund të bëhet edhe kështu, nuk ka qef. Kështu ndodh me shumë mullhez, domethënë jo vetëm në Shqipëri, por ky e ka zhvilluar këtë. Në rolin e një koordinatori, Berisha sot për sot, mund të ishte një përshtatshëm. Sepse ne kemi nevojë për një problem, kemi nevojë për një task force. Dakor. Problemi që hapet ju të nxjerrte një problem tjetër më i rëndësishëm, të cilin nuk mund të themi më vonë. Demokracia liberale në thelbin e vet ka garën. Partia Demokratike ka problematikat sot, po Partia Socialiste ndoshta ka më shumë. Po duke qenë në pushtet, ajo është hermetike, është mbyllur, s'ka asnjë problem. Duke qenë në pushtet, nuk i duken shumë. Nuk i duken, duke qenë në pushtet, duke pasur gjitha pushtetet gjitha. Por në Shqipëri e gjithë klasa politike shqiptare ka vrarë garën. Dhe ne nuk kemi brenda këtij sistemi. Në këtë pikpamje, garën këtu, nëse e ka vrarë, nëse është vrarë 100% Partia Demokratike, ka vrarë Sali Berisha. Zotri, tani do mblesh të bëj një parashtrim për atë që the për rrudhjen, se ka rëndësi ajo, për rrudhjen e Partisë Demokratike, se po themi ka një arsye edhe pse unë edhe një grup demokratësh po themi po bëjmë një lëvizje të tillë. Pra çka ka ndodhur në Partinë Demokratike për të folur hapur? Ka, po themi, dy qëndrime në Partinë Demokratike. Një qëndrim është që jemi mirë kështu, edhe na e ka fajin Rama, dhe sa e rumim zgjedhjet, që po ndodh deri tani dhe 7 muaj, po bën 8 muaj nga zgjedhjet. Është një qëndrim zyrtar, kryesisht nga këta që
me të drejtë e tha zoti Abilekaj, pra aty kemi dy qëndrime që janë disa që janë rrogtar dhe disa që sakrifikojnë. Pra disa që janë të privilegjuar nga demokratët, dhe që mendojnë që demokratët ja u kanë borxh për erë që ti shtynë, që ti ndihmojnë, dhe këta mjafton që të jenë aty se janë shumë të rëndësishëm. Dhe fakti që ishte ky qëndrim, po themi, nuk po ndryshonte deri në këto momente dhe nuk kishte ndryshuar, kam menduar personalisht, edhe po themi pastaj edhe me kolegë tjerë që duhet të themi disa të vërteta ashtu siç janë. Dhe ju e keni pyetur aty që çka kërkon Saliani nga Partia Demokratike. Jo. Unë kërkoj... Është retorika, jo? Pyetja që kam këtu. Po të ndjek retorikën, pra. A pyetja që bëra unë tani është? Një sekundë se do... Zotri, ti mbrin deri te flamuri. Domalesh, jo, kam bërrit deri atje se është. Jo. Domalesh ta përfundoj se... Po përfundoj, pra, po ti do të jesh konkret në pyetjen që pyet. Nuk e kam ose s'ke përgjigje. Mund mos e kesh. Unë nuk e kam. Sali Berisha, zotri, është një aset elektoral për PD-n sot, apo është një bare madhe për të zotria në krah? Kolegu tent, antari tjetëri kryesisë, tha, nëse ai do të jetë një menaxher, mund të jetë në ata që janë mbledhur aty, mund të jetë tot një aset. Tani, unë e kuptoj që këtë e kemri, do me lesh ta përfundoj edhe të vinë fund të përgjigjes. Emri e kam ose tani, aty nuk janë mbledhur alienët në Partinë Demokratike. Unë jam politik, mo nuk them po dhe jo, do ta them në fund. Po thuaj pra. Po prit se kam narrativën, dhe po të them çka kërkon. Unë kërkoj atë që kërkon çdo demokrat, po që është domosdoshme sot edhe për gjithë shoqërinë. Kërkoj që Partia Demokratike të jetë parti fituese. Mund ta kërkoj unë këtë? E kërkojnë demokratët e Tere vjen nga Marsi një njeri dhe merr vendimin që Partia Demokratike të fitojë. Unë po them me këta që janë. Normalisht ta përfundoj apo po përfundoj edhe ta ndaloj, pse mbaroj emisionin. Do të përgjigjem vetëm me po jo dhe mbyll. Nga Marsi mund të vi. Ore, ka njeri po jo nuk vjen nga Marsi mo jo. Qëllimi Mars. Si fillim njerë. A duan demokratët që Partia Demokratike të jetë fituese? Unë besoj që po. A ka mundësi Partia Demokratike që të jetë fituese? Po. A vjen Partia Demokratike kështu si që është pushtet? Unë mendoj që jo, zotre. Kështu si që është Partia Demokratike, me sjelljen që ka Partia Demokratike, jo partia, drejtuesit e Partisë Demokratike sot, Partia Demokratike e Shqipërisë nuk vjen dot pushtet. Ju thatë Partia Demokratike është rrudhur, unë po ju them, pa cilët kanë qenë alarmet edhe tek unë që e kam nisë në këtë moment. Por zotri, ka pasur zgjedhje të pjesshme, Partia Demokratike ka marrë 2500 vota thuajse në Vlorë nga 260.000 votues sa ka Vlora. Kemi marrë 2600 vota në Berat. Kemi shkuar 1700 vota në Cerrik. Kemi përfunduar 1000 vota në Tepelen. Pra po të mbledhësh gjithë votat në 5 bashki që u bën zgjedhje pjesshme, Partia Demokratike nuk merr dot një mandat. Dhe këto janë shenja alarmi që një politikan duhet të lexojë. Dhe të gjithë politikanët e Partisë Demokratike, përfaqësuesit duhet të lexojnë. Tani çka ka ndodhur? A është mësuar, është ratuar Partia Demokratike me humbjen? Unë besoj që po. Shumë drejtues të Partisë Demokratike sot janë ratuar me humbjen dhe nuk lodhen për të qenë fitues. Sepse arsyet mund të jenë të ndryshme. Ka një privilegj më shumë se disa të tjerë, është simptom e njohur që kjo smundje e opozitarizmit që rri dhe mendon që ka disa privilegje edhe disa të drejta më shumë se tjerë edhe rri. Rehat, kemi humbje seriale në Partinë Demokratike dhe njerëz që humbin në mënyrë seriale, po ndërkohë nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. A ka sot Partia Demokratike largësi nga demokratët? Ka, po tregohet. Fakti që po mbushen sallat tek ne, edhe tek takimet që po bëjë, tregojnë qartësisht që drejtuesit lokal të Partisë Demokratike janë të pakënaqur, janë të pavlerësuar, janë të neglizhuar, janë të braktisur. Dhe ne nuk mund të themi vetëm po braktisë Edi Rama qytetarët, siç i ka braktisur edhe ka shkretuar Shqipërinë, dhe ndërkohë drejtuesit e Partisë Demokratike nga ana tjetër neglizhojnë dhe të braktisin demokratët. Ne sot kemi mungesë përfaqësimi, zotri. Edhe zotrin që e kenë krah ka 35 vite në Partinë Demokratike. Nuk i është dhënë mundësia. Prit me ta përfundoj se do vite tek pyetja se nëse nuk ta them. Unë do bëj pyetjet e mia dhe ti duhet më japësh përgjigje. Unë do t'jap përgjigjen pasi ta bëj narrativën. Sepse nëse nuk e bëj plot, nuk jap dot përgjigje. Është narrativ që ti e bën në sallë. Po nuk kuptohet. Në Elbasan, Gjirokastër, unë e bëj këtu tek ju për të ardhur tek logjika, çfarë është njëri tjetri. Dhe po mbritet logjika, i the plot gjëra. Pra the 100 gjëra që Partia Demokratike nuk i ka. Po, ç'është konkluzioni? Nuk i thash pra. Konkluzioni është që duhet ndryshim. Po ti numëroj unë. Konkluzioni është që duhet ndryshim. Po unë se kam nis akoma.
Unë nuk e kam nisë të them. Si luajt i fen, pastaj ti pastaj ardhë të bësh Do të them. miting këte uno, nuk të Berisha Barr ne kemi pyetjen. Pyetjen e kemi Berisha Barr. Pyetja është, Apo a Aset. është Barr apo është Aset, pra është kjo? Po. Po ti them unë këtë? Po. Po pra, duke thënë këto do vi tek se me kë lidhen këto, nuk lidhen me ju, se ju s'keni vetë marrë. Po tani unë lidhen. Për ta thrasësh vetë. Barr, me këto që thua ti ai është Barr për mua. Prit, pra, tani të them një element tjetër. Mungesa përfaqësimit. U vendosën disa rregulla. Ai që do të marrë më shumë vota, do të promovohet. A u vendosën ata që fituan në primare? Jo, nuk u vendosën. Dhe me qenë se u lodhe, po ta them, nëse nuk rregullohen disa element që janë shumë të domosdoshëm në Partinë Demokratike, është e vështirë që Partia Demokratike të jetë forcë fituese. Tani të përgjigjem drejt për drejt. Sali Berisha ka një numër të konsiderueshëm votash që mos bëj debat me ju që ka kaq apo ka aq. Pra, për shkak se Sali Berisha është simbol në Partinë Demokratike, ka 35 vite në Partinë Demokratike, Sali Berisha do të ketë një numër votash gjithkohon. Por ky numër votash është i pamjaftueshëm për ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Dhe ne duhet që të gjejmë mekanizmin që të kalojmë përtej votave që Sali Berisha ka në Partinë Demokratike, që Partia Demokratike të jetë parti fituese. Si bezga? Jemi dakord. Kur të më bësh pyetjen tjetër do ta them. Do ta vazhdoj se pastaj do ta vazhdoj se pastaj do më thuash që Jo, nuk do ta vazhdosh. Që pse e vazhdon. Pra kjo është thua ti që Sali Berisha përgjigje. është njeriu më i rëndësishëm aty. Unë nuk thash këtë, se Ka zëra që thonë që Salianin e ka futur Sali Berisha. Po ku e dëgjove ti që është njeriu më i rëndësishëm? Po duket se kush më ka futur, se shif të gjithë rrogtarët e PD-s janë turrur duke thënë lloj-lloj. Po pra, nga Afrika e kanë futur ata skret. E pra, tani. Se mos e ka futur doktori tonë dhe na hoqin ne. Se ata të punë kanë. Po jo, nuk kam as. Ata për shembull nuk i merr asnjërin punë. Zotri. Pasroje. Një pjesë të mirë. Ju përgjigjem drejt për drejt dhe te kjo. Mua as nuk fut dot njeri, as jo ty mo jo. Dot njeri. Jemi në rregull me. Thetë Saliani, pra Salianin thonë që ka fut Sali Berisha. Jo. Dhe nuk e thash, nuk ka fut doktori. Nuk e thash as këtë tjetrën që thatë ju, që është kështu apo është ashtu, thash këtë gjë, që është i pamjaftueshëm që me votat vetëm të tij Partia Demokratike të vinë pushtet. Dhe është, po themi, domosdoshme që të thuan, unë nuk jam si ata që po them që fajen e ka me metër, se s'din gjë ai tjetri. Pa diskutim që Sali Berisha ka përgjegjësinë e vet tek lista që ishte një gabim, ka përgjegjësinë e vet tek mos kërkesa e llogarisë, ka përgjegjësi tek mos të gjitha këto paqartësitë strategjike që ka Partia Demokratike, pa diskutim. Pra unë këto i kam thënë në çdo moment. Por kur ta kem kohën, pra po të them dhe elementet e tjerë që unë mendoj që i ka si problematika Partia Demokratike. Dhe pastaj diskutojmë tek gjitha. Ja ku të mund të diskutojmë. Si tani, zoti Saliani, mirë i këtë akuzën që të ka vendosur Sali Berisha. Nuk të ka vendosur. Po pati akuza që ju keni kërkuar firmat e deputetëve që Endri Shabani ishte kandidat. Bile sot Krevis Balliu tha, mua më ka thënë Saliani, tha. Në fakt pastaj ai tha dhe një tjetër të tmerrshme që por mua tha më ka thënë ajo për të votuar për këtë avokatin që u vendos për Shabanin, më ka thënë kjo kush zonja... I po s'ka rëndësi të përmendën emra, se... Jo, po ne pa emra nuk e bëjmë, se bëjtë të emision pa emra. Antare tjetër, mo, i kryesis, deputetja. Tabaku. Jo, mor jo tjetër. Deputetja tjetër o zotri. E më di. Se më iku tani në moment nga mende, se unë... Ina Zhupa. Ina Zhupa, pra, Ina Zhupa. Ina Zhupa i kështë them, Ina Zhupa më thatë firmosta, por Saliani më thatë që duhet bërë kjo punë. Dhe ishte si e strateske. Ti, zotri, ke njohje me Shabanin? O, zotri, të përgjigje mund tani për këta? Përgjigju pak. Nuk kam pas as një komunikim me këtë zotrin. Qa funksione ka shumë kohë. Të lutem që ti përgjigjem me Shabanin. Ora, apo thua që më ka thënë ky Balliu që më ka marrë ky. Nuk kam komunikim për shumë kohësh, nuk di se sa. Nuk komunikoj me ta. Ke shumë kohë? Po fare, më nuk kam komunikim. Po me shkrim me gje, mos i ke tërguar gjë me shkrim. Po mirë, po nëse del kjo gjë që i kam bërë, unë po them e le këtë gjë, se unë kam një lloj... Ja, ma shkrotit e Almer Toska i Ina Zhupa. Një lloj etike, një sekond, tani, shif, merre pak fjalin ti, më ka thënë ky, po pasaj i thash ajo... Po Ina Zhupa pastaj, po pse firmos? Ore, një pyetje kam unë për ju, retorike që kam me publik. Ore, firma, është akt individual apo është kolektiv? Në Partinë Demokratike është akt. Firmos në Qa funksione kam për dy njeriu? Të lutem ose unë, qa funksione kam? Ky Balliu. Është deputet, po.
Tjetër, është sekretar... Është edhe tek organizimi. Është sekretar organizimi. Organizimit të zotërit, partisë. Shef organizimi të Do më lesh përgjigjem se kjo ka interes publik apo është koordinator për po koordinator, po. koordinator. A mund të përgjigjem tani se ka rëndësi kjo pa e zhvendos? Shikoje pak. Unë të sugjeroj një emision të posaçëm me Ervinin, në mënyrë që ai të konsumoj gjithë atë që don me thonë për Jo, 2-3 pyetje kam pastaj kaloj. Jo se po ngelemi ne pa fol, po domethënë i bie. Ja, jemi se do kaloni ju te avokati. Ervini është protagonist. Do thoni në një. Shiko, ti do më lesh të përgjigjem te kjo se ka rëndësi. Përgjigju te kjo dhe kalojmë. Po pastaj. Po të njëjtën gjë kam dhe për ju. Është një pyetje. Po. Po, tani, s'pari një nuk kam asnjë komunikim me të. Së dyti nuk kam bërë asnjë lobim për Endre Shabanen. Së treti, shikoje pak tani se si është qesharakzuar situata dhe pse është e domosdoshme kjo lëvizje në Partinë Demokratike. Tani ky zotëria thotë ka lobuar ky, po firmën ma kërkoi kjo. Jo vetëm ai. Ai tjetri, po më lero burr ta mbaroj se më ndrysh. Për shembull, cinizmi kundër teje, shkoj deri atje sa thosh mirë, ka dashur Grida Duma, që ky të jetë avokati i popullit, ka dashur Grida dhe ky u lëshua që mori firmën. Thoshin, mirë pra mirë, tani dhe doli dhe kjo aty. Mirë pra mirë. Do më lesh të përgjigjem tani? Po përgjigjem se ti ke thirrë që të përgjigjem apo? Po vetëm ti po flet se po për mua po flet o zotëri apo do më lesh ti? Po ty pra ta bëra pyetjen. Po pra më lër ta përfundoj se unë nis the pra nuk kam asnjë firmë. Unë nis ti thonë një gjë tjetër. Po jo më ka shumë rëndësi kjo. Nuk po zotëri, ky zotëria që të ka thënë sot, që e ka firmos vetë. Për më që ka thënë publik, po thëmë me qenë se solle ti këtu, unë nuk kam asnjë kontakt me të, nuk ulem me atë njëri. Unë nuk ulem me të. Po ta them troç. Në Partinë Demokratike ka njerëz të cilët nuk i takon për shkak se ke shoqëri, por për shkak se janë në një parti politike. Dhe në një parti politike rastisht është njëjta tryeza, po unë nuk ulem, nuk e kam as mik, nuk kam as lidhje, ç'pun kam unë me të. Dhe nga ana tjetër, përgjegjësinë për firmën e ka vet, ka vendosur firmën tek zotëria. Ky thotë që e ka lobu ky, po më ka thënë kjo. Ai tjetri, Sajmiri prit. Sajmiri, po prit ose do ta them tani prapra. Lufta punike mos e. Sajmir Koreshi e ka thënë publik ndjes që po e sjell. Më tha kjo më tha. Që Sajmir Koreshi ka thënë që na e ka kërkuar shoku Flamur. Ka thënë kështu? Po është. Sali Berisha që është kryetari i partisë ka thënë, ja kanë dhënë firmën deputetët sepse ja kanë dhënë si shpërblim, apo ku di unë, si shkëmbim. Si shkëmbim për mbështetjen që i ka dhënë për Florian Binajt. Ku y këtu unë tani? Se tani për shkak se unë po them disa mendime që qëndrojnë Partinë Demokratike, ngarkojnë këto luftrat punike, luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, edhe zgjedhjet, avash do dalë që i kam unë që kam qenë burgur. Edhe do kem kandiduar. Edhe vrasje të ndryshme të mëdha. Edhe këto të gjitha, po krimet e mëdha këtu. Po ta them edhe një herë tjetër, troç qartë pastër. Nuk kam asnjë lidhje me avokatin e popullit, nuk kam asnjë firmë tek avokati i popullit, nuk kam pas asnjë letër, mendimi im personal është Partia Demokratike duhet mbështeste një kandidaturë, të përndjekur siç ishte Besim Drejgjoni, po e shkëlqyer ka qenë dhe Adriana Kalaja për shkak të kontributit që ka dhënë PD, po edhe Skënder Aluci, edhe kështu me radhë. Tani, një gabim strategjik këtu qëndron, dhe unë këtu po i qëndroj parimit, dhe për këtë kam kërkuar që të mbahet përgjegjësi. Partia Demokratike, zotri, ka një çoroditje strategjike. Duhet të dilte me një emër. 3 vite përpara, dhe kam thënë edhe në mbledhje dje, dhe ja ku e konfirmon dhe mbylla, ne kemi çuar para 3 vitesh një emër tek Edi Rama. E kemi bërë me votim grup dhe kemi çuar Ledio Brown. E ka rrëzuar Rama se nuk e do. Si mund t'i çojmë në 15 emra Edi Ramës dhe pastaj ta vërtisim që e ka fajin ky apo e ka ai. O zotri, Partia Demokratike me qëndrim zyrtar ka një gjë, që po bën luftë ndaj Sorosit. Si më vjen edhe firmosin 35 veta për një kandidaturë që ka punuar tek Sorosi. Si mund të bëhet kjo tani? Unë e kam konsideruar... Ja, ju nxirr ju si parti ose totalisht e paaftër, që organizuar me... dhe naive, ose si parti që bashkëpunon me Edi Ramën. Cila është nga këto dyja tani Bislim? Për interesat saktuara. Pse ka mbritur para në Partia Demokratike në gjendje? Avokati i popullit nuk është në institucion për të nënvlerësuar. Dhe fakti që ai votohet me 84 vota do thotë më që është dhënë rëndësi e jashtëzakonshme që në kushtetutë. Që tonë shumicë të cilësuar, që është krijuar një traditë për t'ju besuar opozitës, është një traditë dhe më anë që pozitive, unë e konsideroj pozitive, por që kërkon konsensus 2 palëve. Tani, vota ose firma, 35 firma për
zotin Shabani, për cilin domethënë s'kam kur farë problemi personal, përveç se është i etiketuar në masë si kundërshtar i Partisë Demokratike, si i rreshtuar në shumicën e kohës në krah të Edi Ramës dhe si një personazh i cili është kalcifikuar si i Sorosit. Domethënë nuk është thjesht nuk është zarë. Se ti je pedagog dhe i rritur, i nderuar i respektuar, merr pjesë në lëvizjen e dhjetorit dhe domethënë një njeri i strukturuar mirë në pjesa e demokratëve. Vërtet e beson këtë të Sorosit se mua më kujtohet për shembull që unë tani që duke qenë kurkush kam dhënë një 2 orë me Gjergj Sorosin. Kur ishte në kohën e Berishës, më që i thanë që ky njeri thanë është afër Saliut dhe kam dhënë masollën mua kolegët e tjerë dhe ndënja unë si mund të rinja unë 2 orë me Sorosin tani. Demi që i ka sjellë Sorosi. Saliu e përqente shumë atë, më kujtohet mua. E dashuron të Sorosin. Nuk mund të pohoj këtë që thuti, por ka qenë në vërtet që ai ka bashkëpunuar në pararsimin e për disa programe në kohën e qeverisës Partisë Demokratike, kur ministri ka qenë Gjithë kjo botë e madhe e Sorosit tani të merrem me Shqipërinë ka tunë. Dami i tina është jashtëzakonshëm, jo vetëm në Shqipëri. Dhe unë botë po, në Amerikë vetë ai ka ndikuar shumë. Në Amerikë dhe në botë, por edhe në Shqipëri, sidomos në Shqipëri. Në reformën drejtësi, ndikimi i tij është i jashtëzakonshëm. Dhe mos të hyjmë në detaje, domethënë deri tek ajo që ne po na bën me dyshutë e fëmijët tanë, domethënë me e pyet çfarë jeti, me e pyet ndark, kur na kthehet nga shkolla me e pyet a je djalë apo vajzë. E nis për vajzë të kthehet djalë. Domethënë aq ka qenë ndërhyrja e përdorim është. Aq ka qenë ndërhyrja e tina në sistem, dhe aq rrezikshme ka qenë. Po them që përgjegjësia e dhënies së një firme armik nga disa nga Donald Trump që nesër për shembull në vendin e vet nesër Donald Trumpin mund ta shpallin armik shumë të madh. Në vendin e vet të origjinës është shpall armik. Si tregtar të rëndom të kështu mund ta shpallin se dihet. Jo nesër ku kemi fuqinë e shkretët po. Partinë Demokratike dikush është duke mbledhur firma që ta hedh në votim tek Këshilli Kombëtar Sorosin. Jo Sorosin, që çdo njeri që ka përfituar fonde nga Sorosi, çdo njeri që ka qenë pjesë e shkollimit prej tina, mos jetë më pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike. Pse? Tash ky është një nismë që e ka marrë dikush në Partinë Demokratike, ka mbledh firma, ka mbledh edhe sonte. Jo sa dim se që është lajë. Do ta dëgjoni kur të shpallet në mbledhje. Ata mund të jenë më të shkolluarit, mund të jenë më të shkolluar. Ata pjesa dërmuese aty kanë marrë para të mëdha nga Sorosi. Janë studon jashtë do ikësh. Garantoj që janë më kriptokomunistët dhe janë më djallëzorët. Domthonë, edhe për ata që njoh, po e përmend me emra, janë më djallëzorët, më diabolikët dhe fytyrat më të shëmtuara më që i kanë sjellë shumë dëm Partisë Demokratike, herë në rrogoz, herë mbi rrogoz. Por kthehemi te firmat. Firma është përgjegjësi individuale. Kur je deputet, përgjegjësia është shumë më e madhe. Dhe nuk lëshohet firma në asnjë rrethon pa u konsultuar me kryetarin e grupit, pa u konsultuar me kryetarin e partisë dhe duhet të ishte unike për një njeri. Po të ishte personale për mua, do thoja jepja një Skënderaj Luçi se ka qenë dënuar me përshkatim. Ka qenë gjyqtar më i suksesshëm dhe është gjaku im. Po të mos jetë për jashtë personales, jashtë familjarës, duhet ishte Ardiana Kalaja. Qartë. Sepse është një njeri e kisha në studion e kaluar. Jashtë zakonshëm. Indrit, ti dhe vetëm një firmë, jo 6 firma për 6 turpi madh. Për cilin problem të avokatit popullit? Të avokatit popullit, më thënë, ose idiotësi e madhe Partisë Demokratike, ose është një bashkëpunim. Organizimi që organizuar. Po ndoshta është edhe një bashkëpunim. E para janë 35 deputet, nuk janë 2 deputet, as 3 deputet. Janë edhe për 5 të tjerë. Që ta quash pakujdesi. Në qoftë se Sali Berisha nuk e ka dashur Endri Shabanin, avokat të popullit, nuk lejon të asnjë deputet të tij për t'i dhënë firmën dhe skualifikon të edhe nga gara. Dhe nuk lejoj të shkollë në votim fare Endri Shabani. Për fakti që 35 deputet i kanë dhënë firmën, do të thotë që kryetari i partisë ka dashur avokat të popullit. Një njeri të Sorosit, partia anti-Sorosit nuk ja jep firma dhe nuk e lejon të shkojnë votim. Qofse e kanë këtë Sorosit problematikë. Po e kanë vërtet Sorosin... Çështja e Sorosit tani se një ndër arsyet pse humb Partia Demokratike është dhe qasja konspirative. Pra keni një intervistë të George Sorosit në nëntor të vitit 2005, ku thotë që jam shumë i kënaqur nga një takim dhe një drek me kryeministrin Sali Berisha. 2005 kishte ardhur? 2005 në nëntor të 2005-s, në 3 korrik kanë qenë zgjedhjet 2005, në nëntor ka qenë George Sorosi këtu në intervistë tek Sokol Balla.
Dhe, tani, ky Këshilli Kombëtar, jam kurioz, a mund vendos një klauzol për personat që kanë drekuar me George Sorosin të t'i përjashtojnë nga partia? Jo, si i bie që do të përjashtoj Sali Berishën. A mund vendos një klauzol që thot kush ka qenë antar i Partisë Punës nuk duhet të jetë në këtë parti? Jo, si i bie të përjashtoj Sali Berishën. Dhe është një lloj hipokrizie. Tani që ta themi, meqense ju thatë do flasim hapur, le të flasim hapur. George Soros është një strukturë e Departamentit të Shtetit në doktrinën e Amerikanëve të eksportit të demokracisë në botë nëpërmjet OJF-ve. Ishte. E kanë krijuar ata. Një sekond, ishte, është. Nuk është. Në momentin kur shkolloi këta të Partisë Demokratike dhe i sollin pushtet, i sollin nën këtë platformë të Departamentit të Shtetit. Tani, Donald Trump i flet kundër George Sorosit sepse ka rival politik të brendshëm, ndërsa në politikën e jashtme të Amerikës struktura vazhdon të qëndrojnë në këmbë. Nuk është se kanë diçka Partia Demokratike me Sorosin, nuk është se Partia Demokratike nuk pranon Sorosin, është Sorosi që nuk pranon Partinë Demokratike. Dhe ky është problemi prej 10 vjetësh. Dhe reforma në drejtësi është një reformë e cila është shpallur në kohën e John Kerryt, ka vazhduar në kohën e administratës e Donald Trump, ka kaluar në administratën e Biden dhe po vazhdon tani përgëzohet reforma në drejtësi dhe spaku edhe nga administrata e Trump 2. Pra Trumpi i bjen që po mban një reformë të George Sorosit. Pra, një parti që nuk dit lexoj interesat e shtetit Amerikan dhe mënyrën se si vepron shteti kryesor që është prezent në Shqipëri dhe do t'i ndaj skenës politike amerikane kush është i miri dhe kush është i keqi, do të shkojë në katastrofë. Pra çështja e avokatit popullit ishte një hile e cila ju zbulua dhe doli shëmtuar, sepse shumë mirë mund çonte me 28 firma, një kandidat vetëm, sepse nuk i ka firmat për 2 kandidat. Po çfarë deshi? Të çojmë 3 apo 5 kandidat, që Edi Rama ta zgjedh vetë, dhe ne të themi nuk patëm ne fajin e zgjodhi Edi Rama. Nëse nuk e don, nuk e çon, nuk e kualifikon për votim. Pra është shumë e thjeshtë. Tani, edhe një tjetër gjë në këtë psikozën, që s'jam unë dakord. E kanë bërë këtë avokatin e popullit sikur është një ngastër toke që i takon Partisë Demokratike. Jo duhet ishte ky, jo po duhet ishte ai, jo po se ky është i përndjekur, jo po se ai ka bërë aksident. Kjo s'ka lidhje me përshkrimin e institucionit dhe me çfarë është institucioni. Opozitës. Ja kanë lënë, po them partia nuk mund ta përdor institucionin e avokatit popullit për të çuar njerëzit më të vujtur që kanë parti. Në fakt këtu më të vujturin çoj këtë radhë. Po nuk është kjo. Sepse është si në këto raset kur thot kam një kushëri pa punë, çfarë t'i bëjmë, ta bëjmë policë. Edhe fusim policë kot. Pra Partia Demokratike do duhej të kishte nxjerrë një figurë nga radhët e së djathës, të spikatur dhe që është marrë me këto punë për t'i dhënë pak prestigj institucionit. Se nëse ti je një parti e cila nuk i jep prestigj institucioneve që të lihen ty me marrëveshje, por do t'i përdorë si ngastra për të rehabilituar disa njerëz që të bëjnë zhurmë në parti, kjo mendoj është një minus i një partie politike dhe do ishte më e ndershme që në rastin e këtij Endri Shabanit të dilnin dhe thonit e kemi vendosur vetë. Dhe të bronin firmën e tyre, thonin po, është... Që kanë bërë, siç në fakt ka ndodhur. Po pra të thonin, është zgjedhja jonë për avokat popullit. Avokati popullit i takon kësaj botës së OJF-ve, e kanë kërkuar dhe këta ambasador dhe do ta vendosim në bashkëpunim me këta. Kaq ka qenë gjëja. Do ishte më dinjitoze. Cili është problemi këtu? E di cili është problemi. Problemi është ky, që Partia Demokratike në momentin që ka firmat, se cili pavarësisht se Partia Demokratike u troq, apo tha zyrtarisht që po triqemi nga firmat, problemi është ky, që Edi Rama i mori firmat e Partisë Demokratike dhe e shiti, po themi zgjedhjen e avokatit popullit si propozim të Partisë Demokratike. Pra Partia Demokratike, dakord jam unë që nuk mund të eci me logjikën jo po ky mi vuajtur, ky mi pa vuajtur, por Partia Demokratike jep mesazh, sepse është parti politike. Grupi parlamentar është parëroje e politike e partisë. Dhe thotë që shiko, unë përzgjedh një kandidat vetëm, që është ky, që brenda grupit parlamentar mund të ketë dhe interesat ndryshme, bëhet me votim. Por ata vendosen gjashtë të zgjidhte plotësoj edhe kriterat ligjore, por që t'japi dhe mesazh që kanë mbajtur... Tani këta ja dorëzuan proces për tani, thanë ja 6 kandidat dhe merreni... Po pra, tani jo 6, pra se u firmosën më shumë. Dhe unë këtu them që është problemi, sepse unë nuk jam, po është të lua shpisët edhe të thuash që si shton këta shpisët. Sepse e di
pse po e them këta, se më ndërpreve, prandaj doja ta riktheja se ka shumë rëndësi Ore, kjo më intimidon ti për publikun. këtë që thua. Jo, nuk po t'intimidoj, po ta them ose ka rëndësi kjo për besoj unë. Po thua, pra. Do ta dëgjosh ti. Fakti që tentojnë ta zhvendosin fokusin tek tjerë do të thotë që këtu ka një gjë që nuk shkon. E di pse Partia Demokratike ka reagim për këtë rast, sepse pati shumë reagim nga demokratët. Po t'ju them një gjë unë, po herën e kaluar se janë kryesi nuk dim gjënë, kaluan antarët e komisionit rregullator. Kaluan me 110 vota. U zgjodh ky që ka qenë ish kryetar KQZ-je, që kemi pas kryesinë, u zgjodh një zonjë tjetër e poses me mbiemër Nano. U zgjodhen komision rregullator. Pyetën njëri këta? A u bë, po ky a quhet pazar ky? U zgjodh një zonjë tjetër që është në profesionin e vet, në punë vet. Tek kjo komisioneri. Jemi të qartë, më thënë, po atë kush e zgjodh? Jo, mos jeni të qartë se nuk i kemi po Unë jam i qartë se zotërit, ju them një element tjetër pse je i paqartë edhe publiku. Uno. E di pse je i paqartë. Jo, më do të them tjetër. E di pse je i paqartë në një tjetër. Se mirë që u zgjodh. Po mbasi u zgjodh ky, u harru, kaloi paqja, kjo paqja fiskale, kaloi atje? U harru kjo tani. Kush fiton aty? Digje di sot? Digje publiku? Emrat nuk i kemi në kaloj. Po ka, a fitojnë, a bëhet fjalë për ca? Me vota Partia Socialiste kalon gjithçka. Unë është mos më u bë bashkëpunëtor ti, po shikoj si. Jo u zhvendos fokusi nga ajo çështje që ishte thelbësore, te një çështje që Partia Demokratike bën këtë. E kam thënë aty, po në mbledhje po e them edhe këtu. Partia Demokratike nuk duhet ulet më me Edi Ramën. Duhet të dali në publik, po ju them ka 2 komisione që janë të rëndësishme që janë nul. Është komisioni i reformës zgjedhore, mor vendim, ka 2 komisione, ka 2 komisione të rëndësishme. Komisioni për reformën zgjedhore, komisioni për reformën territoriale. Jo, ka një gjë ajo punë. Hajde ulemi një herë, ta diskutojmë, të kemi propozim për reformën zgjedhore. Partia Demokratike nuk ka propozim zyrtar. Nuk është problemi se i futë një ligj aty për shkak të propozimit kësaj. Ktu thelbi është ky dhe po e them. Partia Demokratike duhet të bëjë këtë propozim për mua. Secili mund të japë mendimin e vet. Të jap listat 100%, të bëj një zonë zgjedhore me proporcional kombëtar dhe të rikthej koalicionet para zgjedhore dhe vot në diasporës dhe po e lë se çfarë do të thotë. Çka ndodh? Mendoj sa më shumë me PD me avokatën e popullit, aq më parti e vogël duket. Ajo është një çështje këtë teknike që u abuzua kryesisht nga mediat të Ramës dhe nga Partia Socialiste. Për të shpallur kandidaturën, çdo kandidati i duhet një numër 28 votash. Ligji nuk e përjashton mundësinë që të votosh më shumë se një herë. Dhe secili nga deputetët e PD-s u tregua i hapur që për të shpallur kandidaturën të jepte firma kujtdo kandidati, që ishte faza e parë. Në fazën e dytë, kur kërkohet shpreja ekskluzive mbështetjes, Partia Demokratike do merrte një vendim që se kishte marrë. Ditën e votimit tu aty. Jo ditën e votimit. Pasi komisioni dëgjon kandidatët, kërkohet pastaj mbështetje ekskluzive. Dhe Partia Socialiste e përdori këtë procedurë për të nxjerrë kandidatën e vet dhe për të nxjerrë PD. Ndoshta PD-ja dinte. Partia Demokratike era brenda kot në të mes. Dinte PD-ja që ka si vlerë. do ta përdorte PS-ja. Pastaj kur Partia Demokratike i tërhoqi firmat me shkrim dhe nuk u pranuan, tregon fare qartë që PS-ja kishte në plan të zgjidhte Andi Shabanin dhe t'ja vinte fajin Partisë Demokratike. Partia Demokratike ra në këtë kurs. Është ngjarje e sigurt. Erdhi Edi Rama u votoi, kishte 3 muaj para. Një sekondë, lutem, se nuk të ndërpreva. Partia Demokratike ra në kurthin që ngiti Edi Rama me mediat e veta. Dhe vazhdon të diskutoj për kurthin që ngiti Rama me mediat e veta. Nuk ka lidhje fare kjo punë. Po s'duhet bjerë. Kjo është fakt të po bisedojmë, domethënë s'duhet bjerë një parti që pretendon marrë mbështet në Nuk e bëri, nuk u la. Dhe tani e ka quar në gjykatë kushtetuese për ta sqaruar mirë këtë çështje. Kush e ka Se firma do të troqen. Partia e mori sot vendimin në grup parlamentar. Pra, kjo është çështje që e bën më të vogël sa më shumë diskutohet. Raporti që ka PD me militantët, me elektoratin e vet, me besnikët e vet, është një raport shumë i vështirë, i cili është prekur edhe nga kjo çështje, por duhet të sqarohet nga PD-ja, jo duke ndonjëurtu në zyre, duke dalë në korrent shtypi. Po duke bërë atë që lanë mes takimet e tjera dhe analizat, që nuk i bëjnë në ta dhe vazhdojnë të bëjnë serianjë. Ka një problem, pra, di cili është problemi themelor. Ore, Partia Demokratike, se këtë po themi ne që po shkon për ere gabim.
Tham që bëm gabim se na jodhi Rama me reformën territoriale. Tham që bëm gabim që u votu reformën drejtësie. Tham bëm gabim me vettingun. U bëm gabim me lënien e mandateve. Ai ta bën. U bë gabim u bë gabim me lënien e mandateve. U bë gabim me bojkotimin e bashkisë. Bëm gabim me këtë. Po pse më bëjmë vetëm gabime ne më burr? Por nuk vëmë nga gabimet në 1 gabim, 2 gabime, 3 gabime, 15 gabime. Po ta ndalojmë pra këtë gjë, mos bëjmë më gabime, mos e lëmë. Ne bijem pre e analizave që PD i bën vetes dhe i marrim këto pastaj sigur janë taksative gabime në funksion tjetës politike. Në funksion tjetës politike, këto janë gabime që i kanë kushtuar. Në sekundë, çfarë gabimi është reforma territoriale? Që braktisi reformën pasi u pa që Rama e kishte vendosur çfarë të bënte. Jo, ne braktisëm pa shku fare. Braktisi reformën zgjedhore pasi Rama e kishte vendosur që duhet prishte. Edhe tani këtu është po patë një pushtet. Ne braktisëm Po patë një propozime një qeveri, një majorancë që ka vendosur të mos të jap asgjë dhe të marrë të gjitha, ti vetëm rezistencën ke në dorë. Nuk ke patjetër. Dhe nuk mund të faksohet për doja. Mos përfshirje. Mos përfshirja. Atre nuk do të thënë që kemi bërë gabim. Përfshirja është protestë. Por, edhe kur përfshihet e shajnë. Edhe kur përfshihet e shajnë, problemi është ai që i bën mos përfshirja pa garanci ndërkombëtare, nuk shahet. Garanci ndërkombëtare me Rama, Allah se Rama është njeriu transaksional që raportin e zgjedhjeve se mori dot. Pavarësisht përpjekjeve, mbi përpjekjeve që kishte. Ku jam unë kundër PD-s hapur, se në këto s'ka faj. Hapur jam tek kjo që thatë juve, te paqja fiskale. Partia Demokratike për paqen fiskale, aty duhet kishte bashkuar përpjekjet me komunitetin ndërkombëtar. Aty duhet ishte sjell të gjithë ishin Sol Beja me Shëban, që të thoshte jo, kjo paqje fiskale nuk vjen. Ashtu do të sjell, si Rusovë dhomat e tregtisë. I PD-s ka qenë për jo. Dhe jo të çonte amendamentet e Eno Bosës dhe Kazmend Bardhit atje, dhe pastaj thoshte me që sumeratuan këto amendamente që nuk do i bënin asgjë asaj, ne po i triqemi. Çfarë qëndrimi është ky? Qëndrim pazari. Ky s'është qëndrim parimor. Qëndrim parimor është nuk ka paqe fiskale, nuk legalizohen paratë në ndyra me ligj në Shqipëri. Sepse ti po dëmton atë ose ktheja legët atyre që kanë paguar, sepse këtu krijon 2 standarde. Ktheja legët atyre që i kanë paguar. Ai doni një qendër veçantë. Si që u fal tyre tjerë. Avokati i popullit ishte një mashtrim i Ursim Manjës. Që e lanë Ursim Manjën, bënte Ursim Manjën si bos atje. Është bërë si pronar i parlamentit Ursiu. Ai mund të jetë pronar atje në atë liçen e Farkës, sa ka marrë atje për biznesmen. Në parlament. Me të vë para Ursim Manja është turp. Turp. Apo pikërisht. Dhe PD-s do të bjerë prej. Po, një falje për atë që bëri për organizimin është tjetër çështje, por nuk është faj PD-s, është faj PS-s, që avodhi dhe akuzoi këta kanë fajin. Faj PS-s të vjedhin dhe ta akuzojnë. Faljes. Ku ja vodhin në paqja fiskale, PD-ja do të kishte bërë rezistencë të vërtetë. Por ka një problem që nuk e ka një problem që nuk e vëmë re. PD-ja sot ka 50 mandate, që do të thotë, po t'ishte në kushtet ku ka 65 ose 63 sa kishte opozita, nuk do mund dhe Edi Rama të zbatonte atë 35-tat parlament. Pra dobësia elektorale e ka quar në OJF. Dobësia elektorale... Ja, një sekund. Klevis ma shkruaj si e ke thënë, nga vjen dhe si vjen... se unë këshu e kam lexuar në përsajte. Po e ke ndryshe ma shkruaj dhe unë e lexoj çfarë thua ti. Ti mund të mbasë zgjedhje. Po jo të hap tani unë Top Channelin për të parë çka ke thënë ti, se s'mundem tani këtu, teknikisht. Pasha 63, ky merr 50. Ka duke folur. Klevis Balliu se më thotë e kam thënë ndryshe, thotë. Zgjedhjet janë... Dakor, ti them, po ma shkruaj dhe unë e them. Po më dërgon videon. Mori 63 Basha. Po. Shumë mirë bëri që mori. Ne këtu kemi tani një rast kur është mandati tret, ku strukturat e... Nuk mund të... Sekund, lutem. Nuk mund të futin videon live sepse ka proces. Poshtë. Do 30 minuta, unë aq e kam të bisedë. Ose hajde në studio radhën tjetër dhe shpjegoje. Thuaj, ju turp të kini se keni bërë këtë gabim me mua. E kam të ndryshe. Nuk e ke thënë Nina Zhupën, nuk e ke thënë. Ose më shkruaj si e ke thënë, ligjerat drejt. Futen thonjë za. Tani ç'të them unë? Pra, PD-ja në vinte pasi lufte që ja organizoi Rama nga 2021 deri në 2025, ishte e drobitur, kishte probleme. Si organizoi Rama luftën, se luftën organizoi Sali Berisha me foltore, si organizoi Rama? Futi Rama në një minutë. Rozhan ndihmoje Klevis Balliun të futet live. Për ballën zgjedhje. Ndihmoje Balliun. Me Edi Rama, po kemi qenë me luftën në 2021. Ndihmoje Balliun. Të kalojmë pak minuta sepse në orën 10 Zoti Saliani ka një obligim dhe kam 2-3 pyetje.
Ka një obligim, nuk... Po pra kam intervistë që duhet të lëviz. Tani, jo të lëvizësh në orën e caktuar. Po pra, pa 5 Tani, dal. me thënë të drejtën kishit pjesëmarrje, tani ti do që të bëje edhe reklamon për... Jo pra, Dovesh. nuk thash gjë pra, nuk e Tani, thash. se lutem shumë, Nuk e thash. ti shko ku duhesh. Nuk e thash. Tani, në daljet tuaja kishit pjesëmarrje të kënaqshme, siç e tham, dhe pse Berisha thotë që nuk ishte demokrat, por njerëz të Ramës. Tani çdo të bënim tej, Ali Mehmeti unë e kisha në krah këtu në studio, sikur nuk del me. Mos i tha doktori hajde këtu Ali Mehmet. Unë do t'jem nesër me qenë se më pyetet nesër në orën 6 tek teatri Skamba i Elbasanit me Demokrat. Me Demokrat. Prisja që të ftohesha në takimin që bëri Partia Demokratike dhe zoti Berisha në Elbasan, sepse unë kam qenë drejtuesi politik, drejtuesi nderit, tha zoti Berisha pasi unë nuk burgosa. Unë jam larguar nga atje jo me vot, jo me në një vendimarrje që vjen për shkak të votës, por për shkak të dhunës dhe represionit qeverisë duke më rrëmbyer dhe duke më çuar në burg apo ja. Kështu që duke qenë se unë nuk e pata një ftesë të tillë dhe nuk pata mundësi që të isha aty, ja u kam thënë dhe dijen në mbledhje, do të takoj disa demokratë që do të shohim sa do jenë nesër që më kanë ftuar, që janë kryesisht strukturat të Partisë Demokratike për të diskutuar për shqetësimet që ata kanë në raport me qasjen e Partisë Demokratike dhe me braktisjen që ju ka bërë Partia Demokratike. Kam komunikuar me gjithë, zoti Ali Mehmeti i qëndron të njëjtave qëndrime në raport me situatën në Partinë Demokratike. Do të keni dhe do të shikoni dhe nesër që do të jemi po ashtu me grup, do të jemi një grup po themi profesionalistë të Partisë Demokratike. Është në komisionet e Këshillit Bashkiak, por nëse do të gjendej kohën, patjetër që do të jetë. Do të jetë. Sepse është... Se vura re një gjë unë tani që e vëre pak dhe ty, ti e fshe pak, dita fsheshme me kujdes, por vura re një gjë që ai e kishte luftën me Flamurnokën. Jo, unë nuk kam asë luftë, po të them... Në qoftë se ju do bëni luftë me Flamurnokën... Të them edhe një gjë tjetër, se është edhe një... Unë nuk të thresme. Të lutem se është... Edhe pavarësisht se ka krizë të madhe. Mirë, pra mirë. Do me thënë është fake gjithçka, media, do me thënë gjendja e politikës shqiptare është aq fake, sa nuk e merret me mend. Është gjendje vrasëse. Por, në qoftë se ju e keni luftë me Flamurnokën, vëlla, këtu mbaron filmi. Po do them edhe një gjë... Po, ma thuaj. Unë nuk kërkoj funksion Partinë Demokratike. Pse nuk do kandidosh ti për kur të jetë punë e kryetarit? Prit më zotëri se po flasim, apo më pyet te kjo. Është hedhur një deklarat që po kërkon funksionin e këtij zotërisë, ti thu. Se e ka thënë Flamurit. E ka thënë vetë ai po. Jo, nuk e dua, nuk po bëj. Nuk e do Flamurit. Dhe nuk do të marr funksion në Partinë Demokratike dhe nuk po e bëj këtë lëvizje që të marr atë funksion në Partinë Demokratike. Jemi të qartë? Dhe po të them gjë tjetër, unë deri më sot nuk kanë Shirohet e Flamurit tani. Prit, pra, po mirë, po ta them këtë. Të them edhe një gjë tjetër. Unë Partinë Demokratike nuk kam zyrë, nuk paguam, nuk kam privilegje. Unë e bëj këtë, po themi, profesion, po e quaj kështu, apo vokacion, me pasion, për të shërbyer së pari demokratëve që më kanë vlerësuar me votë, kudo ku kam qenë, po edhe shoqërisë, me një betejë të drejtë. I gjithë problemi që është sot, është kjo, nuk ka rëndësi kush e tha. Ore, a qëndrojnë këto që po themi ne, apo nuk qëndrojnë? Pra, dhe po të rikthehem prapun shumë elementve tjerë që doja të thosha në fillim, a qëndron që Partia Demokratike kështu siç është e ka të pamundur të argëzojë Edi Ramën? A qëndron që Partia Demokratike i ka disa probleme të brendshme? A qëndron për shembull që unë këtu jam plotësisht kundër e them edhe në publik, asaj që thot doktori. Doktori thot zgjedhjet e tjera Rama do Ore këtë që po thua ti mund ta thotë Papa. 62%. Edhe Papën po ta pyesësh, thot Papa nuk a qëndrojnë këto probleme, qëndrojnë. Po, e di cila është diferenca? Cila është? Diferenca është kjo, që unë këto i kam thënë në për takime dhe strukturat partisë, i kam thënë me kryetarin e partisë dhe kam parë që nuk ndryshon. E di cila është diferenca? Diferenca është kjo, që unë po themore, kështu si unë, nuk mendoj vetëm unë tani, po mendojnë qindra atje po bëjnë mira demokrat, të cilët mendojnë kështu siç mendoj unë. Dhe sallat nuk po mbushen vetëm se nuk është se po mbushen vetëm për shkak se janë të pakënaqur ata demokratët, por po mbushen edhe për shkak se ne po mbajmë disa qëndrime që i shqetësojnë realisht demokratët dhe që kërkojnë që këto të ndryshojnë në Partinë Demokratike. Tani t'ju them 3 element, se e tha pak më parë Bislimi do ketë mbledhje pas nesër. A u thirr mbas një viti mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë? A u zgjua partia dhe dolën të gjithë tani bëjnë foto në për terren?
Pse nuk i bënin përpara këta? A dolin datë 2 dhjetor udhëzimi për analizën e detajuar në përdeg? Ja pra që një lloj zgjimi, kjo lëvizje i shërbeu Partisë Demokratike se e zgjoi partinë minimalisht. I ka dhënë shumë energji, po e diskuton edhe më shumë. Interesi im ky është që Partia Demokratike të jetë një parti e cila e rivalizon seriozisht Partinë Socialiste dhe kërkon që të rrëzojë Edi Rama. Kështu që i heqim edhe këto me funksione që t'jenë rahat dhe Unë jam okay me gjitha këto i thua ti. Nuk i heqja si presje. Por ka një problem. Gjithë jetën time u kam punuar dhe në gjithë korridoret e politikës shqiptare dhe i njoh me dhem edhe mballë. Kjo Parti Demokratike që kemi ne është partia që ka fytyrën, gjoksin, duart, thonjtë e Sali Berishës. Gjithçka është Sali Berish, quhet. Kjo edhe mund të hiqet emri Partia Demokratike dhe të vihet emri Sali Berisha. Kandidon me Partinë Socialiste kur të kandidoj nesër. Që ka lindja Rama. Se tani të jemi të qartë në një pikore. Gjithë partitë e Evropës lindore, që përmbysin komunizmin dhe gjithë luftuan fort, gjithë me emrat mëdhenj shumë, emra që nga më të mëdhenjtë në Evropë, dhe ranë, u rëzuan, ikën. Tani ky e ka këtë vëlla të vetën. E di pse ta themon, në rryrjet e mia janë në këtë funksion që shoh që ti do bësh atë zhurmën, siç e kanë bërë të panumër. Vinë njerëz të tjerë këtu që vinë me mua, bisedojnë e të gjithë ulen, kanë bërë të njëjtën gjë. Kush po e bën këtë në publik? Jo tani më jo. Tani po e bën ti. Përpara e kanë bërë të tjerë 35 vjet rresh. 35 vjet ai ka marrë të gjithë dhe i ka arrestuar dhe i ka hequr kështu zvar. Inshallah nuk ndodh me ty. Po unë të them, ti bëj pyetjet pak më të hapura, që nuk është problemi flamuri aty. Po kush e tha këtë? Jo. Ali Mehmeti në gjithë bisedën, nuk e tha me emër dhe ai. Po kuptoj që ai deri aty e kishte shkëti. Se unë nuk e kam ndjekur doktor Ali Mehmetin. Po doktorin duhet ta ndjekësh. Si ndjek doktorin e madh, do të ndjekësh edhe doktorët që ke marrë me vete. Do të them këtë, që në këto momente unë jam duke folur për problemet që ka Partia Demokratike. Dhe a qëndrojnë këto probleme apo jo, le të gjykojnë demokratët. Sa po të largohet një sekond vetëm, Rozhan, sa po të largohet për fare pak minuta, Saliani do të futet Klevisi në lidhje që na e shpjegoi atë moment. Para se me ikë më jep fjalën pak mua, pastaj thu foli më sysh. Morvesh? Po ta jap më po çet do se ky do dëgjoj prapë. Vetëm të them dy gjëra, domethënë që Saliani është protagonist, aktivist, vuan për aktivizëm dhe e ka të shprehur. Po mirë bën atë mirë bën. Ka një egoizëm pozitiv që e zhvillon në mënyrën më të mirë më të mundshme, e ka shprehur me rrezik kokën në shumë situata, edhe me dame shumë të mëdha për veten e vet, madje gjë me shku në burg është një nga sakrificat më të mëdha që mund të bëjë një njeri, dhe nuk e ka bërë thjesht, e ka bërë për aktivizëm, e ka bërë për forcën e vet politike. Mbledhjen e parafundit kryesisht ka mbështruar një çështje se unë flas gjithmonë. Fare shkurt sepse do ta lë 4 minuta tjera që të largohet. Hiqni shkarkoni nga detyra drejtuesit politik qarqeve. Dhe përgjigjja e Berishës ka qenë, po mirë më bëj shkarkojmë, po ku ti marrim tjerë, tash ti hapun. Ti hapuni tash. Ta miço me listë, me email. Çoj edhe flamurin dhe flamurin. Miço me email ka thënë. Flamurin nuk ja çoj dhe flamurin duhet më dhënë ndërheqje për shkak të perceptivit që ka për ndërheqjen e flamurit. Jo. Ishte kështu mbledhje pa ndërheqje. Dhe i tha, ja kam çuar. Po ti thot ai jep dorëqen 8 orë. Një ndër 13 koordinator janë drejtues qarqesh bashkë me diasporën. Një prej tyre që i kam çuar Berishës ka qenë edhe emri Salianit. Ti ta ikja? Jo, që ti ishte, se s'është këtë drejtues qarko. Ka qenë edhe emri i tij. Po ta kishte bërë, jam 100% i sigurt. Po ta kishte ekzekutuar listën, edhe pjesërisht, po të kishte qenë emri Saliani. Saliani nuk do kishte dalë. Jam i sigurt që nuk do të ishte sot në takime me. Se ky vetëm për atë. Kjo është një lloj bindje ime. Ka gjithton kë. Nuk do të ishte. Ja ta thot ve këtë. Ja dhe këtë. Edhe një pyetje tjetër dhe ikën. Unë jam sot drejtues. Pa të keq, ëh, domethënë qëndron edhe kjo. Unë sot jam drejtues politik në Degën 6. Dhe kam pjesë. Dega 6, ku është kjo? Në kombinat. Dhe unë kam pjesë të grupit punës 3 deputet. Unë jam sot antari kryesisë dhe protagonizmin ju e keni parë edhe në studio që unë shpesh them jo apo jo për të ardhur. Gjithandaj, nuk është se nuk kam mundësi. Ke filluar thuash jo vetë Salian dendur dhe kjo është gabimi që pastaj e merr me vete njeriu. Ky mund të jetë gabim, por unë nuk kam pasur në një mungesë, po themi, as mundësie për protagonizëm,
edhe as aktivizëm në parti, dhe nuk kam pasur, me thënë drejtën, as një lloj, edhe jam habit nga disa reagime, sepse unë mendoj që në Shqipëri duket si kështu, po ka një gjë që është një element që duket pak si kështu si tribal, apo që quhet burrëria. Dhe burri flet përballë një herë, dhe pastaj thot gjëra mbrapa krava. Unë jam mësuar me dëshmitar të rrem, ose unë kam bërë burg me dëshmitar të rrem. E di unë këtë teknik, por edhe këta e kam për disa njerëz që kanë bajt qëndrime të habitshme. Këtu ka një gjë, nuk e kam bërë, po t'ishte për karrierën time personale, unë do t'isha prapë drejtues politik diku. Unë kam qenë, Partia Demokratike ka qenë ndarë në dy pjesë, dhe unë kam shkuar drejtues politik Kavaj, dhe e kam fituar bashkë me atë ekipin atje, bashkë me Fisnikun dhe Hysenin, e Rudin e kompani. Pa fundësisht demokrat atje. Kështu që në këtë kuptim nuk e bëj për asnjë gjë personale, e bëj sepse Partia Demokratike nuk është fituese kështu, më vjen keq ta them, nëse nuk ndryshojmë, kemi të pamundur të fitojmë. Mos i them unë këto tani. Dhe pse do thoni ju pse e bëj unë? Po unë kam edhe një arsye tjetër shtesë për të bërë, unë kam bërë burg për këtë gjë. Se kam dhe një pyetje fundit. Në vitin 2006 në PD ka zgjedhje. Përpara se t'ju them a do të kandidoni ju për kryetar, te kolegu Denis Dynjaja, doktor Ali Mehmeti, tha që unë do të votoj për doktorin e madh, për doktor Sali Berishën. Në këtë zgjedhje në 2026. Ti do futesh të kandidosh për vetë gjithë, apo do votosh për doktor Sali Berishën dhe ti? Nuk është momenti për të folur për asnjë. Për këtë moment nuk është moment. Këtë moment sepse është momenti për të folur për problemet që ka Partia Demokratike. Dhe këto janë problemet që ka Partia Demokratike. Qartë. Kjo është kjo etapë. Dhe a mund të ketë zgjedhje me Berishën si kandidat të vërteta në PD thuat apo ja? E fundit dhe ikën. Unë them që në këto momente do vazhdoj të dëgjoj demokratët. Do të dëgjosh demokratët dhe pastaj do vi një moment që do flasësh. Kështu që po mos e kemi vonesë, mos vonohesh. Se shiko, doktori nuk vonohet asnjëherë. Tani, faleminderit shumë Salian. Ti largohesh tani, po i mikrofonin e heq me atan që dhe pas se dëgjon popullata fjalë dhe thot na shan emisionin. Që tha fjalë. Jo, unë them të njëjtat gjëra si në publik. Faleminderit shumë. Ka disa, ta them edhe këtë, se besoj i ke dëgjuar. Thuaj. Ka shumë që në tavolina thonë këto që themi ne këtu, po kur vin këtu dhe ty thonë që këtë ndryshme. NGO-t për shembull. NGO-t të gjithë thonë, më thonë mua, po rrezuan me Ramën. Rrezuam Ramën. Ika sepse vetëm në për tavolina. Ikën nga dalë dhe me atan ta heqin në mikrofonin këta, po pa fjalë. Më ndihmoni me ndihmojni si ku të kaloj që të mos prishet. Bravo. Kalo aty, kalo. Ta shpjegojnë ata. Atëre, më ndihmoni me zotin Klevis Balliu. Klevis. Përshëndetje. Librat e tu i ke ato apo ke marrë të Fariu to valla? Se më duket ti e futur në bibliotekën se Fariu është i zhytur në libra i gjithi dhe më duket se ja ke marrë. Familja jo me libra merret ylli ti e di më mirë. Jo, jam i qartë. Po, që i ke marrë pak nga Fariu, kjo s'ka pik dyshimi. Tani, ore qa ka ndodhur, se unë e lexova këtë gjë dhe e thash. Qa ke them ti realisht tani? Po, tani dy gjëra për të sqaruar. E para për sa i përket asaj që keni cituar aty, t'ja them qartësisht se çfarë kam thënë unë. Në mbledhjen e kryesisë, dy deputet, më vjen keq që iku Ervini se duhet të ishte aty. Po stadja i për ty, fare. Dy deputet tha Ervini që më nuar për të dhënë firmën për Endri Shabanin. Dhe Ervini e pranoi, nuk ka ndonjë gjë, e pranoi. Unë u habita sepse nuk e dija, se mua s'ma ka kërkuar Ervini për shembull. Mua ma kërkoi mike ime Ina, sepse ishte ideja që kam qenë në Ina e kishë kërkuar, po. Dhe dy kolegët, zonja Hoti dhe zoti Himçi, i thanë zotit Saliani që Tina e kërkove firmën dhe këtu nuk ka gjë, se dakord ne kemi firmosur, është gabim, unë kam kërkuar ndjes që në fillim për këtë çështje dhe nuk ka asgjë që justifikon firmën time aty, pavarësisht se kush i tha njëri apo tjetri. Ajo që nuk bën sens është që thuash që se ti kërkoj unë Ylli Rakipit firmën dhe të them pastaj që Ylli ti ke bërë gabim. Kjo është akti turpshëm. Kur firmën ta kam kërkuar unë. Kjo nuk është e drejtë dhe nuk është e sinqertë. Pastaj për këto çështjet e tjera, to janë çështje kot dhe nuk vlen për diskutim. Po kjo ishte për të sqaruar se çfarë kam thënë unë. Dhe prandaj çova dhe videon për të qenë korrekt me ju dhe emisionin tuaj. Të rëndësishëm. Domethënë ty të ka propozuar. Po këtë tham ne mo. Ina Zhupa të kishte thënë ty? Po, ne tham dyshë. Çi e tham? Që më tha Saliani për atë për firmën dhe pastaj më tha Ina Zhupa për ta votuar.
Jo, me Ina Zhupa më tha mua, tha. Prandaj Do me thënë doja që Klevisit, ta sqaroja. firmën ja ka kërku Ina Zhupa, ndërsa Saljani nuk të ka kërkuar firmë ty. Jo, Ervin Saljani i ka kërkuar firmë disa deputetëve tjerë dhe zonja Hoti, Elda Hoti, deputetja dhe zoti Blendi Im, që ja thanë Ervin Saljanit në mbledhje, që ti na ke kërkuar vot dhe ai e pranoi. Tani, është abishme ta pranosh diku, mos ta pranosh diku tjetër dhe të na thuash ne që kemi bërë gabim. Gabimin e kemi bërë që shkema punëve ishte gabim shumë i madh. Klevis, dhe për këtë ne kërkuam pjesë. Se je i ri fare, u vërtetua kjo aty. Se unë do të tregoj një gjë shumë bukur. Urdhro? A u vërtetua kjo? Urdhro? U vërtetua aty në kryesi që ai ja kishte kërkuar. Se duhet vërtetuar, mos e mund ta thosh kot. Shikoj ç'na ndodhi. E pranoj vetë mos zotëri, që pranoj vetë. E pranoj Saljani. Dora fëmijë këtu. Se shikoj ç'ka ndodhur një herë. E pranoj vetë. Shumë e bukur. Edhe zonjës Hoti, edhe zotit Himçi. Është vërtet. Dhe jam i bindur që nëse dhe Hoti në mënyrë të drejtë për drejtë. Ja e po e thotë edhe Himçi dhe Hoti edhe Bisim. Në fjalën njëra thanë që na e kërkuar ti. Jo. Dhe kjo është e abishme, pastaj për çështjet e tjera, që ja ka nevojë për ndryshim, ka nevojë për një në atë mes pati as lloj reagimi. Njëherë di çka ka ndodhur Klevis. Jo se e pranoj. Çka ka ndodhur një herë shumë vite më parë, avokat Ngjela i mbushi mendjen në Itan Cekës, Albeni Mami dhe këtyre dhe i çojnë në Beograd. Edhe ne sulmuam atëherë, thamë, shkoj takuan në Miloševićin, armiqtë e Shqipërisë të gjitha këta. Edhe më merr mua doktori, thotë ore zotëri, ke bërë gabim, tha. Nuk ka qenë avokati. Avokati i qoj ata. Po kush ka qenë doktori, thashun? Ka qenë Frokçupi, tha. Do të me një gur të vriqë dhe dy zoqë. Se ndodhin dhe këto gjërë në për partiore. Eshte dhe si shaka, ndoshta e bëri dhe si shaka, ha? Po, jene dakord, po mua ma të treguar dhe një tjetër. Levis del që nuk është mashtruar nga Saljani, për është mashtruar nga Ina. I bie që ty të ka... Mashtrimi të mashtron, kush të mashtron, s'ka rëndësia, njeriu mban përgjegjësim për firmën e vetë, ma ka fajin i Ina ose firmosa. E quajmë këtë të ezauruar. Vetëm për të sqaruar, se me që jam dhe në Skype dhe nuk e... Jo, qartë. Ajo nuk është përgjegjësia për firmën time, bjen vetëm mbi mua dhe se ka fajin asë Saljani që po e dëgjon tani duke ikur, thotë unë nuk fola. Vetëja gjë që unë kërkoj është një person i cili... Se ti the që Saljani e pranoj. Saljani është duke ikur tani po e shikon dhe tha unë nuk fola. Ylli, me zi dëgjoj se jam në Skype. Atë që do të gjërë në të kjo, që minimalisht mos ta përdorim për sulme bosh edhe kot, që thua që ky ka firmosur, ai ka firmosur kur ke kërkuar dhe ke lobuar vetë. Nëse miqtë tu të kanë bërë të një nder, thuaj faleminderit dhe kaq, dhe vazhdon përpara, jo thua unë s'di gjë. Kaq thash unë në lidhje me këtë. Për çështjet e tjera pastaj ka nevojë për ndryshim, patjetër që po. Do vinë zgjedhjet, do ketë ndryshime, a ka nevojë që të jemi më aktiv, patjetër që po. A ka probleme për të, patjetër që po. Po më shumë probleme ka qeveria. Klevis do kërkosh ndjes këtu te unë tani këti ke edhe në njeriu të Sorosit votën? Firmën. Jo votën. Zoti Rakipi, unë kam kërkuar. Jo votën, më fal, firmën. Firmën. Dhe këtu vet ja Saljani e mohon. Po për firmën. Që para 3 ditësh kam kërkuar ndjes, e kam postuar dhe në Facebook dhe ju a kam dërguar dhe juve dhe portalit tuaj. Dhe nuk ka diskutim dhe unë thash nuk ka justifikim për këtë çështje. Se ti bie tani që ke votu për Soros, ke firmë për Sorosin apo? Ama e vetmja gjë që duhet sqaruar është që firmat nuk të çojnë as në kuvend sepse janë të tërhequra. Votat e kanë bërë atë dhe votat ja ka dhënë shoku Edvin. Dhe për këtë duhet të jemi të qartë edhe për demokratët. Kurse dhe për qytetarët, sepse dëmi për këtë është dhe për qytetarët, po votat ja ka dhënë shoku Edvin. Nuk ja ka dhënë Partia Demokratike. Madje kemi tërhequr firmat dhe ju kujtoj që në madje mora Himçin thotë, Saljani, se iku shketi, ja ka tërgu dhe abili, dhe i thashë je i pat sip se gënjen. Po nëse një herë tjetër bëjnë të bisedë, nuk ka lidhje me ty. Nuk ka lidhje me ty. Se ka pranuar, po s'ka. Pra ti ke kërkuar ndjes tani, ama prano tani që një votë, një firmë ja ke dhënë George Sorosit. Dashur pa dashur, dhe mendoj që ti më shumë se të gjithë tjerët e di shumë mirë që nëse ka në një antisorosis që kemi një në disa vite se shkemi nuk e di për Fariun e di, por për ty në një sekund. Apo jo? Për ty nuk e di, për Fariun jam i qartë. Mund e një sekund se kemi bërë Endi Shabanin. Ja. E kemi bërë si përbindës Endi Shabanin. Jo. Soros Shabani. Jo, nuk është, më fal, nuk është Shabani, e vërteta është pedagog, meqense u ndalëm dhe te kjo pikë. Meqense u ndalëm dhe te kjo pikë. Avokat populli Endi Shabani nuk ka asgjë të keq.
Sepse formimi... Jo, por nuk do të zgjidhte Partia Demokratike. Procesi është problemi, procesi është që e mori Edi Rama. Nuk po shajmë Vendi Shabani. S'ka asgjë të keqe Në gjitha format Edi Rama do ta merrte atë se do votat ai kishte. Fal. Ju s'duhet merrni fare me firma. Kërkoja miqësisht para se t'ju lë të qetë, se edhe unë kam një intervistë. Me firmat, merru me fare që Edi Rama e vodhi. Vetmja gjë që do t'ju kërkoja, të lutem, vetmja gjë që do t'ju kërkoja është që ta lëm këtë diskutimet për çështjet e opozitës dhe të mbajmë gjallë kot diskutime boshe se PD-ja, se organizim, dhe të merremi me faktin që këtu viden lek nga mëngjesit deri në darkë dhe duhet dalim gjithë në datën 22 në protestë dhe të merremi me këtë qeveri, se duke u marrë me njëri tjetrin, ky vazhdon vjedh parat dhe vazhdon punët e veta. Ne të merremi me qeverinë. Nuk janë këto çështje që bëjnë probleme që heqin parat shqiptarëve. Programet do t'i bëjmë, unë për shembull kam marrë përsipër dhe këtë cop programi që bëj këtu. Në pjesën e dytë sapo të filloj. Dhe bën një super program, po ta përqendrojmë te qeveria. Pjesën e dytë sapo të filloj kam vendimin e gjykatës kushtetuese. Por unë nuk e kam kështu tani që kur do qefi Partisë Demokratike del dhe merr automatikun dhe avzjar. Pastaj merr automatikun në xhep, i ndryshket dhe e nxjerr pas një vite gjysmë. Nuk kemi këtë parim në media, ti e di, do jesh i ftuar i thirrur këtu, thuash çfarë ke dëshirë dhe çfarë do qefi ty. Të falenderoj shumë, unë të bëra të ndrynje të thoshe gjërat që ti kishe për shkak të asaj. Të falenderoj shumë për mundësinë. Kalofshi mirë. Faleminderit, natën e mirë. Atëherë kalojmë te një pyetje që është shumë thelbësore, Bislim, nga që ti do t'jesh edhe Tiranë në programin tim sigurisht. Mund t'jetë kjo kaq thelbësore. Ku ka gabuar Partia Demokratike dhe pse nuk arrin dot ajo të përfitojë nga skandalet e vazhdueshme dhe të jashtëzakonshme të qeverisë? Është një gjë shumë e çuditshme, Ka një vetë konsum të vetën, ka një mungesë demokracie të brendshme, ka një nuk ullet me ba, sepse politika nuk është entuziazm. Politika është shkencë për të cilën duhet më ullë dhe me marë blokun dhe me hapë, është shkencë politike, është shkencë sociale, është shkencë ekonomike, dhe Partia Demokratike për fat një ekspertizën e ka. Ka njerëz të ditur në ata 500.000 votues që ka, të cilët mund t'i ullë dhe të thoj ullu dhe më shkruaj një strategji. Dhe ma nuk ka strategji afat mesme, afat gjatë, se si duhet shkoj të objektivi final. Ne kemi thënë çdo ditë do të argëzojmë sot, do të argëzojmë nesër, do të argëzojmë sot, do të argëzojmë nesër, pa pas një strategji me hapa, konkret, me njerëz të cilët do marrin sepse strategjit duhen përputhet edhe me njerëz të ditur. Do ka njerëz ditur, njerëz që u ka bereqet fjala në flas me zhargon në zonë. Për shembull, kur të çosh njerëz me lyp votën, ata duhet të plotësojnë të gjitha kushtet që elektorati i djathtë është më stimatar, zgjedh. Nuk zgjedh zë që ne elektorati i djathtë. I do njerëzit me vizion, i do njerëzit me sa që ka zgjedhur? Pse ti mendon që ka ndryshim nga zgjedhja? Shiko, tash lista është lista e mbyllur, është listë e mbyllur. Po e mbyllur është kryesore? Lista e mbyllur. Sa vete janë në listën e mbyllur? Lista e mbyllur është produkti një stu më fund të me, sepse s'kena ku më fund. Sepse nuk del mirë. Pikërisht pra, po them që lista e mbyllur nuk është... Po ta janë njerëz të sigurt, ata janë Partia Demokratike, lista e mbyllur. Nuk është Partia Demokratike lista e... Po këtë e thua ti, ore. Rezultatet në zgjedhje nuk është... Edhe për shkak të kësaj liste është i tillë. Unë nuk them që me Edi Ramën fitohet, sepse ai ka përdorur gjithçka, ka përdorur çdo lloj mjeti, pra me një listë dinjitoze, me rregulla të brendshëm të më të saktë, më të qartë, me strategji më të avancuar dhe më të besueshme, sigurisht në që do kishim pasur rezultat krejt tjetër. Jo me propozuar një kandidat me 5 kandidat me i firmë, po 2 dhe 3. Do të ishim 66, do të ishim edhe 70. Zoti Vokshi, më shkruan para se të fillosh, më thot një miku i emisionit, që shikon vazhdimisht serion, Pjetër Arbnori nuk e përmendi burgun që bëri 25 vjet asnjëherë, dhe Saliani e përmendi 8 herë këtu. Tha, thot ky, pas ka numëruar. Faleminderit se ky shikon ka emisionin gjerësisht. Si mendon ti tani këtë gjithashtu që me gjithë këto që bën kjo qeverisje e gjitha, si ka mundësi që opozita duhet këtë ardhur në pushtet, me vrap? Mendoj se ka një problem me djegjen e etapave politike, pra janë shkatruar të gjitha kriteret e përfaqësimit. Partia Demokratike kandidon me
njerëz të cilët janë larguar me votë masive nga pushteti. Ky është një rregull politik. Në asnjë vend nuk mund të fitojnë njerëzit të cilët janë larguar me votë masive. Pra kandidohet sot me një kryeministër, ish kryeministër si zoti Berisha, i cili ka humbur me 996.000 vota të qytetarëve shqiptar. Pra, në thelb nuk është opozit, është ish qeveri. Pra, Flamur Noka ministër i brendshëm, Flamur Noka sot prap ministër i brendshëm i partisë, Sali Berisha ish kryeministër prap kryetar i partisë dhe shikoje se cilën parti në Ballkan, po të marr Ballkanin. Unioni Demokratik i Kroacisë i rar lideri në burg Sanaderi, pas 4 vjetëve fitoi zgjedhjet. VMRO-ja në Maqedoni, u largua Gruevski, pas 4 vjetëve u reformua, fitoi zgjedhjet. Në Kosovë dhe kudo tjetër, pra kanë qenë politikanë të cilët kanë ardhur të ri në skenën politike. Pra ne duam këtu që të rrëzojmë qeverinë me ish qeverinë. Nuk ndodh, është anomali e madhe. Nuk ka asnjë kriter dhe ligjësi përfaqësimi që të jap përparësi kësaj skeme. Nuk ndodh. Ndodhi në Amerikë. Nuk ndodh. Në Amerikë është një situatë tjetër. Nuk është larguar Donald Trumpi për korrupsion dhe për probleme shumë të rënda në falimentimin e shtetit. Nuk është larguar për këtë gjë. Sali Berisha është... Nuk është larguar, Sali Berisha është një politikan 30 vjeçar, Donald Trumpi nuk është politikan 30 vjeçar, se ne krahasojmë vetëm moshën. Jo, në 2013 Sali Berisha është larguar nga pushteti për shkak të një koalicioni jo shumë... Për çfarë? Jo shumë real. Si jo shumë real, ishte shumë real, koalicioni i Majtës. Kishte 8 vite, por ishte gjë e natyrshme. Po ky ka 12 vjet dhe nuk është e natyrshme. Se s'është e natyrshme. Po tash, se kalosh në diktaturë, në autokraci. Mos është diktaturë, po çfarë ka? Ne jemi në autokraci. Ka një gjë, tani ti dhe unë dhe kushdo tjetër, ju dhe unë dhe kushdo tjetër, mund t'i gjesh arsye të shumta për të thënë që unë nuk fitoj. Unë them që është diktaturë, them është narkoshtet, them është narkodiktaturë, them ç'të dush. Ku është se nuk ka asnjë përkufizim ndërkombëtar që ta nxjerrë narkoshtet. O ka tash. Pra ti po thua që Bashkimi Evropian do të fusë brenda një narkoshtet. Janë disa... Nuk ka asnjë përkufizim. Është ngjarje sigurt që nuk e futet Dirama. Dakor, ne po flasim për diçka tjetër. Ju thoni nuk e futet Dirama. Unë po them pikërisht për këtë. Pra po them për disa njerëz të cilët kanë 10 vjet që thonë mos u merrni me opozitën. Me qenë se përmendi zoti Rakipi demokracinë liberale. Në çdo demokraci liberale ti ke të drejtë të merresh dhe ti kërkosh. Mirë do largojmë qeverinë, po kush janë këta njerëzit që na kërkojnë ti menaxhojnë miliarda euro ose dollar pushtet dhe zyrat e pushtetit? Bashkohem me ty. Pra ti ke djegur, Po të mundohem me dhënë edhe unë të partia ime. Jo, po të them arsyet. Po të them arsyet, nuk mundesh ti thuar që unë nuk fitoj sepse është narkoshtet. Vota opozitare në Shqipëri është 700 e kusur mijë vota edhe sot në zgjedhjet e fundit. Veçse është e shpërndar në parti të ndryshme politike. Pra, ka popull opozitar në Shqipëri, si? Për shkak të reformës zgjedhore që u ndaluan në Për shkak të një reforme zgjedhore, të cilën e bëri vetë Partia Demokratike, sepse nuk i tha askush shko digji mandatet, ti dhe Lërja Edi Ramës në dorë. Nuk i tha askush. Pra, një parti paguan për veprimet e veta. Nuk ka papagesë. Tani, mbasi ka paguar, dhe mbasi ja kalon Edi Ramës atë, nuk ka çfarë ndryshon më. Se nuk ta jep më Edi Rama kodin zgjedhor ty. Jam dakord që t'ja heqësh drejtën e ndryshimit. Askujt. Po ka pamundësi. Nuk ka shumë. Nuk ka shumë... Tani, politika nuk është kategori burri mirë, burri keq. Ne po bëjmë analizë sistemi. Politika në rështëbet në raport e publik. Jo, ne po bëjmë analizë sistemi dhe sjellje politike. Je shikon politikën si raport i partive në tjetër. Edi Rama mund të jetë... Raport jesh me publikun, nuk është me partitë e tjera. Pra Edi Rama... Nëse Edi Rama ndryshoj kushtetutin... Edi Rama mund tjetë burri më i keq. Për prishur një marrëveshje zgjedhore... Ka lidhje me burri. Ne do të bëjmë në raport me zgjedhjet bërim mirë... Hajde po bëjmë dakord që Edi Rama është burri më i keq. Është burri... Të po thot ai dhe ti pranon... Pranon atë që po thot Bislimi... Një sekundë do të pranoj unë këte, po të them... Por në qoftë se pranon atë që thot Bislimi, atëherë do pranon edhe logjikën e Bislimit. Nuk është kështu fare. Më lejo ta mbaroj një sekondë fjalimin. Ta mbaroj. Qoftë si themi Edi Ramës burri keq... 10 votat. Po mirë. Por e ka fajin ai që humbet. Po jo, ma nuk e ka fajin ai që humb zgjedhjet. E kanë fajin ata që futin në bigjoz Partinë Demokratike, që shkojnë djegin mandatet dhe bashkit dhe ja lën këtij burrit keq dhe pastaj thonë një diktator. Çfarë i shtiu këta? Pse duhet ja linin këta mazhorancët me 94 vet? Pse duhet i djegnin këta mandatet? Në 2019 kur dogjin mandatet, pse duhet ta bënin këta? Kush i dogjin mandatet? Partia Demokratike e Shqipërisë. Kemi bërë një shpagim në atë. Jo, nuk ka sepse kur e tregon historinë sipas ambasadorët nuk është sipas Ramës. Konkluzioni e Edi Ramës. Jo, cili është konkluzioni i Edi Ramës, se ti djeg mandatet. Ç'është
Pse u dogjë mandatet? Thuaj njerëzve pse u dogjë mandatet? Për çfarë? Një sekundë, bre. Luan Dhe kush u Bigjosi. fut, dhe kush u fut aty. Po luan, ju kanë thënë ambasadorët në Dhe kush zyrë. hyri në vend të... Ju kanë thënë ambasadorët në Do të zyrë. tregosh historinë Kur janë sipas djegur Edi Ramës, mandatet, një sekond. Po çfarë s'ka lidhje me Edi Ramën kjo? Tregove historinë sipas Edi Ramës. Jo, më ç'është kjo psikoza, historia sipas Edi Ramës? Është fakt publik që ka djegur mandatet. Ku hyn Edi Rama? Po, një sekundë, bre. Ju kanë thënë ambasadorët në tonë. Një sekundë, çka ka pranuar si gabim? Vreti veten dhe e pranon si gabim. Ore, vreti veten dhe e pranon si pranoj gabim. si gabim të rënd merr dënimin ore. Ore, vreti veten. Ka kosto. Ky është vetmja për djegje mandatesh që të futen ata mbetjet e listave në parlament. Po çka lidhje më pse djeg ti mandatet? Kur janë djegur mandatet, Kam djegje mandatesh, pse i dogjen mandatet? mandate për të Pse i dogjen? Pse i dogjen? Po një sekondë se ka mbaruar hala se fillojnë këta unë flas tani fillojnë. Ti po tregon historinë sipas Edi Ramës. Kur janë djegur, po jo, ti e ke sipas Sali Berishës tani. Jo, unë e kam sipas. Po pse sipas se ti sipas të vërtetës dhe unë jo sipas të Se vërtetës? ti po Sepse ti e ke sipas Sali Berishës. Unë po të them këtë gjë. Historinë e Lul Bashës e Ora, kemi unë po të them vujtur, këtë gjë. po vazhdojmë Po ta të vujmë them pra. këtë gjë. Se Lul Bashën e solli Emriti. Ton gjë, Ata mbaroi se Solli tani Kur janë Jo e djegur- solli Sali Berisha, kur po e janë solli djegur mandate. pagar pas i gjë. Një sekond ta mbaroj një fjalim, Ja, mbaroj. një fjalim të lutem. Kur janë djegur mandatet, çfarë lidhje ka mblefi këtu më? Kur janë djegur mandatet, i kanë shkuar ambasadorët në zyrë, i kanë thënë zotëri, me këtë që keni bërë, keni humbur 10 vjet politik. Pra, kemi humbur, është vërtet. Po, prit pra tani. I kanë shkuar ambasadorët, po i them, nuk është historia e Edi Ramës kjo. janë Po s'është strateg historia e Edi politik Ramës. ta që e din çfarë. Unë po të them që edhe ata e kanë kuptuar, edhe ata e kanë Jo, po kuptuar, është gabim. po e më dakord shumë gabim, ambasadorët gabim, shqiptarët gabim. Se tani Edi Ramës, ose bëhet parlament të Po shpifur si dhe ka me Edi Ramën? Se si tani Edi Ramës. Vreti vetën dhe ta ka fajin Edi Tani Rama. ata Edi Ramës, mos e shkel kushtetutën. Zgudojnë vetën dhe ta ka fajin Edi Me Rama. plera atje. Është problemi. Një sekundë. Pse si than? Po një sekundë se po bëjmë zhurmë kot. Se si tani Vreti Edi Ramës? vetën dhe ta ka fajin Edi Rama. Ore, pse si than Edi Ramës? Po si ku janë kot këta, pse du t'i Se iku, thonë? pse të dorëzoj mandatet? Ambasadorët janë kot, pra pse du t'i thonë këta Edi Rama? Ti po i referohesh për ambasadorëve? Unë po të referoj. Po i referohesh. Korruptuar në mënyrë Ti i referohesh ambasadorët, po kanë drejt. Kur i thanë Jo, nuk po të themër fare ka Ramës nuk i drejt. thanë asgjë. Pare tani, ti ose do nuk do të gjosh, unë nuk të thash kanë të drejt. Jo, more, unë Të do të thash, gjoj i në kanë një kavler, gjëra pa thënë, i vlerë, kanë gjëra. thënë, sepse kanë kuptuar që me djegjen e mandateve ti humbe 10 vjet politik. Ti s'do, le ti djegin prapë dhe të fitojnë. Po mor po, po Ç'është të shpesh Edi Ramën. Është diktator Edi Rama. Është diktator Edi Rama. Si ja jep ti? Ambarova tani. Por zotëri, si ja jep Ambarova ti tani. diktatorit 94 mandat? Amaroza do kalosh 91 korruptor. Si ja jep? Tani merre me një Si ja çështje jep të ti caktuar. diktatorit? 2000 Shkoj jep diktatorit 94 mandat. Po pra, e mbaroi këtë apo ta Ka dhënë kujt mandatet? Tani një sekond. Po kur dogje mandatet Ja, ja të dhe lutem. Po, ja, po. Nuk bëhet historia duke treguar sipas Edi Ramës dhe nuk mund ta tregojmë këtu si sigurisht Partia Demokratike. Po, Partia Demokratike ka gabimet e veta. Ndoshta s'duhet të dorëzonte mandatet. Ndoshta atë rrugë që zgjodhi duhet ta çonte deri në fund. Kjo është gjë që e diskutojmë. Por ti kur e shikon çfarë ka bërë Partia Demokratike në raport me publikun dhe Edi Rama do gjykosh raportin me publikun. Partia Demokratike ndoshta bëri gabim që do gjej mandatet. Po Edi Rama nuk kishte asnjë të drejtë të mbushte parlamentin me plerat që mbush. Sepse nuk ka lënë as kushtetuta. Duhet të bëjë proces kur u do gjej mandatet, që është një proces i dorëzimit të mandatit personalisht që bëhet nga Komisioni i Mandateve dhe Imuniteteve. Mbani mend që u mblodh gjë Komisioni i Mandateve dhe Imuniteteve në parlament. Jo. Pra, pavarësisht gabimeve që bëri PD-ja në 2020 u ul pasiviti bëri marrëveshje. Po marrëveshjen e prish Edi Rama prap. Ky prap, Rama të po është i flasim. keq, o vlla. Për të përbindësh politik Edi po Rama flasim. është i keq, Që ti ky pse ja dorëzon përbindësh mandat? politik ka shkatruar çdo parim demokratik në këtë Ma ta mbaroj Dhe mandatet i kanë dorëzuar, sa po thot, nuk po të nuk po mburë Dramën ky ose. Po t'i japish Çelca të mbaroj për Edi favor, Ramën. pa Po përgjegjës. jo, më s'ka lidhje fare me Edi Rama, ta mbaroj fjalit lutem. Po pra, kse po Çdo republikë kushtetuese është një republikë mbi konsensusin dhe mbi siguritë kushtetuese për opozitën. Po, në çdo vend liberal ka dhënë këto gjetë argumente? Po jam se si kur i kanë dhënë, se po tregoj diçka tjetër se kam fare aty. Çdo kushtetutë në botë i jep opozitës disa siguri, siç i ka dhënë 94 voçshin dhe 85 voçshin. Ti shkon, i vret vetë siguritë tua dhe ti ka dhënë pikërisht Kush i vrau? që përballë Dhe diktatorëve dorëzoj mandatet. ta ka dhënë. Dhe u dha njerëzve Po të lutem një pa sekond. Kush ka dhama atyre? Një sekond më se s'po e kupton çfarë po them. Bashën. Çdo kushtetutë. Si u dha? Doli nga parlamenti. Po ata pse u futën ata në parlament? Si u futën? Si u fut në ata? Po. Ata ishin kandidat, më i futi e Drama. Bas të kujt? I mori e Drama, më tha u gëzuar Bas të shumë. kujt rregulli pra? Është Base- diktator more Edi Rama, po e Si u futi pranoj, parlament? po të them diçka tjetër. Si është diktator ai? Po Djeg. fajin e kanë këta që O zotri, ti djeg sigurit kushtetutat në botë kur ndërtohen duke pasur parasysh që një kryeministër të bëhet diktator.
Ky është parimi kryesor i çdo kushtetuute. Dhe çfarë ndodh? Vendosin disa siguri si 3/5 dhe 2/3. Ikim kësaj do jemi ndrit në bisedë tjetër. Vazhdojmë për budalli që Ti shkon dje garancitë tua, pastaj pse mi merr diktatori? Kjo është qyrravitje opozitare. Jo, ai garanton. Kjo është qyrravitje opozitare. Ai mbron garanton. Atëherë me dy fjalë secili, si zgjidhet Se di që shkret parlamentin nëse ikin tonë të opozitar. mos vazhdojmë se pastaj vetëm do kemi kohë. Po, Si zgjidhet demokraci shkret parlamenti kur ikin opozitar. Në diktaturë nuk shkret parlamenti, po mbledhen plerat Po ai nuk po të merre dramën tani Jezu Krishtin. Po. Ai po thotë dhe ne po flasim pikërisht. Çfarë po thotë? Ai është Juda. Ai po thotë s'është fajin të rama. Flasim tani që ti merr në mënyrën më të papërgjeshme të mundshme, që ose je debil, ose po punon për Edi Ramën, merr 35 firma dhe jep Edi Ramës tani. Dakor. Nëse njëta gjë si në 2019 që Po sipas së logjikës duhet i pranonte Edi Rama 35 firma. ai ishte i gëzuar. firmat ata. Edi Rama sapo mori këto 35 firma, firmat ata. shpalli Shabanin në kryetar dhe ne e dinim para 3 muajsh. E dinim që ishte ai. E dini pa. Ikim në këtë moment dhe kemi një pyetje nga dy fjali që të kalojmë te pjesa Ka tjetër. vjedhur çdo institucion pavarur. Si mendon secili nga ju që zgjidhet kriza në Partinë Demokratike? Unë mendoj që nuk zgjidhet kriza Nuk zgjidhet. në Partinë Demokratike dhe s'ka ndaj arsye për t'u zgjidhur. Mendoj se ata kanë liderin që kanë, domethënë u çuan 500.000 vetë në përfoltore të ndryshme dhe vendosën liderin e tyre të përjetshëm. Unë kam dhënë dhe do të vazhdoj të jap kontribut maksimal që Të zgjidhet, jo të zgjidhet kriza, por të bëhet Partia Demokratike forcë gjenerike që të meritoj pushtet. Po, beson? Vinë pushtet. Beson? Po, në qofë se s'do të kisha besuar do të isha tërheq prej kohës. Ishe tërheq. Ndoshta jam edhe idealist pak më shumë, por Jo, ti ke kështu kam besuar për vitesh dhe kështu do të vazhdoj të besoj. Shumë gjëra kemi besuar në këtë botë, me së drejtën. Nuk kemi lënë që besuar. Anton? Nuk mund ta them unë si zgjidhet kriza se shumë vështirë. Jo. Por mendoj që Partia Demokratike duhet gjej Se nuk ka gjuhën opozit e tjetër. përbashkët me njerëzit. Me ata që e mbështesin, me militantët, me votuesit dhe me gjithë shoqërinë. Dhe gjuha e përbashkët nuk gjendet duke bërë nga këto që bën. Bëhet duke mbrojtur fort disa parime, bëhet duke mbrojtur fort interesat e publikut dhe bëhet duke hequr dorë nga komoditeti. Ti jesh opozitar dhe ti jesh komod, nuk ka sidomos në një sistem, në një qeverisje si kjo jona. Nuk mund të ketë edhe opozitar edhe komod. Një opozitar që... Gjitha është sakrificë, sidomos kjo jona duhet jetë sakrificë Qofse ata sublime. duan të vazhdojnë të jenë opozitar komod, do jetë gjithë jetën opozitar komod, sepse do garanton Rama, por nuk do vinë kurrë në pushtet. E tham tani me pak fjalë fare, me ti në njëri për thënë. Gjë. Kam thënë para 2 vitesh, më doli sot se kjo të ndihmon ky Marku Zuckerbergu, që Shqipërisë i duhet një qeveri teknike. Edhe isha i regjistruar i parë për qeveri teknike nga profesorë universitetesh që s'janë angazhuar Qeveria kur teknike bëhet kur e shtrëngon tjetër. kur vjen presion. S'ka nga t'ja mbaj. Dhe këtë presion s'mund ta sot për sot, Nuk e bën. s'mund ta realizojë askush përveç Partisë Demokratike. Por tani në 22 ata do ta bëjnë tani. Unë besoj që ka vullnet Partia Demokratike, por vullnetin duhet të harmonizojë me gjithë faktorët e tjerë të shoqërisë shqiptare. Nderuar televizikues, kjo ishte pjesa e parë jona për mbrëmjen e sotme. Unë falenderoj zotin Vokshit dhe zotin Ahmetaj. Faleminderit shumë që ndihmuat për mbrëmjen e sotme. Ne do të jemi përsëri bashkë folur për zhvillimet e tjera. Zoti Abilegaj do të vijojë të ri me mua dhe të tjerë kolegë do të vinë dhe do të flasim për 2-3 çështje të tjera besoj të rëndësishme. Publicitet rikthehemi më njëherë.